mirëmbrëma të gjithëve. Në emisionin e sotëm do të flasim për luftën më të fundit që ka ndërmarrë Izraeli në lindjen e mesme. Si u arrit që krejt papritur në mëngjesin e të premtes, 10 avion izraelit bombarduan instalimet më të rëndësishme ushtarake të Iranit. Pak ditë më parë kishte qenë një deklaratë e cila pak është përmendur në opinionin publik shqiptar e organizatës IEA, organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila monitoron industrinë nukleare, e cila jepte alarmin se Izraeli e kishte kaluar ndjeshëm procesin e lejuar nga OKB-ja të pasurimit të uraniumit dhe menjëherë në Tel Aviv u ngritën sirenat e alarmit, duke pasur frikën se Irani është shumë afër prodhimit të bombës atomike, të bombës bërthamore. Dhe duke pasur parasysh se ka deklaruar gjithë drejtuesit e Iranit se synojnë ta zhdukin nga harta, Izraelin ndërmori këtë sulm. Menjëherë pati një reagim po të përmasave të mëdha të Iranit, i cili ka bombarduar po çdo natë që nga e premtja, qendrat e banuara të Izraelit, kryesisht kryeqytetin Tel Aviv, si dhe Haifën. Është një nga qendrat më industriale të Izraelit. Si arritëm në këtë pikë? Cilat janë opsionet ushtarake? Kush pritet ta fitojë këtë luftë? Çfarë ndikimi do ketë në arenën globale? A rrezikohet që të përfshihen dhe fuqitë e mëdha, sepse dihet që pas Izraelit qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që pas Iranit qëndrojnë Kina dhe Rusia. Për këtë kemi një panel sot me 4 të ftuar në studio. Kemi profesoren e ekonomisë zonjën Zana Guxholli, mirëmbrëma. Bashkë do të flasim për efektet ekonomike, sepse sa herë ka pasur luftra në lindjen e mesme, gjithnjë është jam ndjerë. Ekonominë botërore. Ndërkohë kemi 2 ekspertë të marrëdhënieve ndërkombëtare, zotrinj të Ledion Krisjafi dhe Marlin Laçi. Mirëmbrëma zotrinj, kënaqësi që kam sot në studio. Kam kënaqësinë të kem kolegun Arlind Isa. Mirëmbrëma Arlind, kënaqësi. Përmes lidhjes Skype do jetë ish ambasadori i Shqipërisë në Kombet e Bashkuara zoti Agim Nesha. Ambasador, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ndërkohë që nga Izraeli është shqiptaro-izraelitja Jeta Gani. Jeta, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Cila është situata më e fundit? Kanë filluar bombardimet? Po, kanë filluar sot mbasdite dhe para 10 minutash kishim njoftim edhe në qytetin tonë, në të gjithë Izraelin që të ishim afër dhomave të mbrojtjes, të strehimit, por si duket u plasën në ajër, kështu që nuk arritën në Izrael, ndërsa në veri ka pasur më shumë, ka pasur 2 herë këto mbasdite, por deri tash nuk bëhet fjalë për rrëfim të raketave. Dje të dielën, pra ditën e parë pas sabatit, shkollat janë hapur, spitalet kanë funksionuar, qendrat tregtare, jeta si funksionon aty? Po, spitalet natyrisht janë të hapura dhe funksionojnë një lloj, ndërsa dhe supermarket, ndërsa shkollat dhe institucionet e tjera natyrisht janë që të gjitha të mbyllura, shkollat punojnë online nga shtëpia. Çdo gjë është e mbyllur, çdo gjë, domethënë të gjithë njerëzit janë të grumbulluar në shtëpi për të ruajtur dhe për të vetë mbrojtur nga sulmet e Iranit. Vërtet është një gjendje e vështirë, një gjendje jo normale, mund të them nga gjendjet më të vështira që kemi kaluar në të gjitha këto periudha në 20 vitet e fundit, që vërtet kemi kaluar shumë luftra dhe natyrisht ai bryli kryesor i luftrave ka qenë Irani dhe shpresoj që këtë radhë vërtet edhe Irani do të gjejë atë vendin e tij. Cila është psikologjia e banorëve? Janë të shqetësuar, kërkojnë që të arrihet një marrëveshje apo duan që
që kjo luftë jetë lufta e fundit dhe janë të gatshëm të sakrifikojnë nga këto privacione që krijohen, nga këto situatat jo të favorshme në jetën e përditshme. A janë solidar me Netanyahun? Cila është psikologjia e popullsisë? Po. E vërteta është kjo luftë ka bërë një përmbysje, si të thuash, të gjithë mbështetjes të popullit, sepse vërtet ne nuk kemi 2 vjet, por kemi 20 vjet që vuajmë nga Irani dhe populli është në solidaritet të plot dhe natyrisht edhe qeveria gjithmonë është në një, si thuash, në një bashkëpunim me popullin, sepse e kam theksuar dhe të tjera që qëllimi i luftës në Izrael është e parapunës të mbroj popullin e tij dhe nëse si shikoni në të gjitha mënyrat në këto 2 vitet e fundit se çfarë ka ndodhur si në Gaza, si në Liban dhe çfarë po ndodhe në Iran, që populli largohet sepse nuk kanë ku të mbrohen, ndërsa në Izrael ndodhe kundërta. Në Izrael populli qëndron këtu dhe nuk ka nevojë që asnjëri ta mbajë me forcë, sepse jemi të siguruar nga ana e raketave, vetëm që duhet një disiplinë e fortë. Dhe siç i shikoni, ne kemi dhe një pjesë të madhe të izraelitëve që janë jashtë shtetit, që të gjithë duan të kthehen në Izrael, sepse vendi më i sigurt dhe streha më e madhe për ebrejt është Izraeli. Po, në ndërkohë, ju jeni aty prej disa dekadash, do në që jeni larguar nga Shqipëria, dhe keni kaluar situatat të ngjashme, do në luftën në vitin 2006, me Hezbollahun, pastaj tani me Hamasin, ndërkohë edhe nga Jemeni ka patur sulme. Këto të fundit, situata është më e rëndë për popullsinë, cili është në qoftë se bëhet një krahasim? Patjetër që kjo situatë, kjo luftë ndryshon nga luftrat e tjera, sepse bëhet fjalë me një shtet që vërtet është i fuqishëm, nuk mund të neglizhojmë, sepse në fakt ne 20 vjet, 30 vjet ne gjithmonë kemi qenë në luftë, gjithmonë kemi qenë në kërcënimet e Iranit, por përdorimin e raketave të ndryshme e bënte Hamasi dhe Hezbollahu. Ne gjithkohë kemi qenë në luftë, pavarësisht se bota sot po shikon atë çfarë është e vërteta. Sepse të gjitha këto dekada ne nuk kemi pasur asnjëherë qetësi. Asnjëherë nuk kemi pasur qetësi dhe natyrisht asnjëri nuk ka ditur as na mbrojë dhe as të mbërjetë të thotë që vërtet duhet të ftuar një Iran i cili është një shtet terrorist i cili ka qëllim për të shkatruar. Dhe natyrisht shkatrimi dhe luftrat janë të ndjera dhe në lindjen e mesme në të gjitha vendet që janë në rreth Izraelit. Por këto 2 vitet e fundit që është bërë akoma më e theksuar ndikimi i Iranit si në Hamas, edhe në Hezbollah dhe në Teiman dhe në vende të tjera, natyrisht që situata dhe gjendja është më e vështirë dhe kjo luftë nuk i ngjan asnjë luftë tjetër, është një luftë shumë serioze. Dhe natyrisht për ne ai mobilizimi që të vetëmbrojemi gjithmonë nuk mund të neglizhosh asnjëherë. Kudo në çdo vend jetesa nën bombardime është e vështirë, është teje dramatike, gati tragjike. Por juve në Izrael, si e përballoni, si e keni ndërtuar infrastrukturën tuaj të jetesës? Çfarë masash janë marrë nga çdo familje dhe çfarë masash janë marrë nga shteti në tërësi për ta bërë jetën sa më të pranueshme dhe sa më të jetueshme? Patjetër. Tashi për sa i përket jetës, vërtet e thash që nuk është jetë normale, është jetë e vështirë, se natyrisht ku ka dhe fëmijë të vegjël, ku ka, domethënë, dhe dhëndër dhe njerëz që i kemi në ushtri, jeta nuk është normale, por ama ajo lufta psikologjike që ndodh, që bëhet, domethënë, që nga i madhi dhe deri te i vogli, për të gjetur mënyra të ndryshme si të përballojmë këto vështirësi, si nëpërmjet lodrave, si nëpërmjet filmave, si të largojmë të paktën sadopak atë vëmendje nga kjo situatë e vështirë. Sepse
realitetit nuk mund t'i largohesh. Realiteti është realitet dhe ne këtë gjendje e shpjegojmë edhe fëmijëve nga që t'jemi më konkret, Jeta, t'jemi më konkret. Po. Mund të përllogaritet në momentin kur janë lëshuar bombat, janë lëshohen raketat. Për sa kohë ju vjen ju njoftimi dhe sa kohë keni ju për të shkuar në strehim? Dhe pastaj si e merrni njoftimin për të dalë, pas sa kohësh? Ne marrim njoftime nëpërmjet celulareve, nga momenti që raketat nisën nga Irani, ne lajmërohemi nëpërmjet televizorit dhe celularit që të qëndroni afër dhomave të sigurimit dhe natyrisht në atë moment ne qëndrojmë atje, nuk lëvizim derisa të marrim njoftimin tjetër që të futeni në dhomë dhe natyrisht i zbatojmë të gjitha ato njoftimet. Nga momenti që futemi në dhomë fillon sirena. Nga momenti që fillon sirena, duhet 1 minutë, për 1 minutë jemi brenda në dhomën e sigurimit. Pastaj na njoftojnë gjithmonë. Pra, çdo familje ka dhomën e saj të sigurisë në banesën e saj. Të shumtët po, veç banesat e vjetra, të cilat janë shumë vjeçare dhe ata nuk kanë dhomë sigurimi. Po ata ku sigurohen apo në... Kanë tunele në pallat afër pallatit. Këto, sepse raketat mundet ta dëmtojnë, ta shkatrojnë, mundet ta interceptojnë këtë, le të themi, mini bunker që keni ju në banesa? Jo, nuk e besoj, sepse fakti është edhe sot që kanë rënë gjithë ato pallate që keni parë që janë shkatruar, njerëzit të cilët kanë qenë brenda në dhomën e sigurimit, të gjithë kanë shpëtuar, përveç atyre të cilët kanë qenë në përshkallë o kanë qenë rrugës, nuk kanë arritur të arrijnë në dhomën e sigurimit, që vërtet kanë qenë viktima. Po kush është në dhomën e sigurimit dhe kush arrin në moment, në kohën e dur, atë ai nuk, do me thënë 99% ai është i shpëtuar. Okej, dhe 1-2 pyetje të fundit. Juve, komuniteti i izraelitëve të Shqipërisë, nëse mund t'ju quajmë kështu, komunikoni me njëri tjetrin, cila është ndjesia që keni, që i përcjellni njëri tjetrit? Në fakt, ebrejt që kanë qenë në Shqipëri, kanë qenë si një familje e madhe, kanë qenë shumë të lidhur me njëri tjetrin, dhe edhe të lidhur familjar, do me thënë, brenda familjes të tyre, kështu që edhe këtu ruhet kjo lidhje, nëpërmjet telefonave pyesim si janë, do me thënë për gjendjen, si kalon çdo njeri, dhe është edhe diçka që ne jemi mësuar me luftrat, e kam thënë gjithmonë, dhe dim t'i përballojmë dhe dim, do me thënë, si të veprojmë. Po në përgjithësi ndihni reagimin e autoriteteve shqiptare dhe ju zhdukur i duhuri apo duhet të ndryshoj qëndrim Shqipëria në raport me këtë konflikt? Unë sa di që Shqipëria gjithmonë ka qenë një mbështetëse e Izraelit, edhe ku ka filluar lufta, natyrisht që ato idetë e ndryshme politike dhe si shmang çdo shtet, ne shikojmë se strategjia e çdo shteti sot edhe në botë dhe në Europë, do me thonë ndryshon nga momenti në moment, kështu që nuk mund të marrim si bazë, do me thonë atë anë të çfarë mund të thotë çdo shtet, çfarë mbështetje bën çdo shtet, por unë di që Shqipëria gjithmonë na mbështet dhe gjithmonë, do me thënë, është në të drejtën e kësaj lufte. Falenderoj që ishe e ftuar në këtë emision dhe të uroj një natë të qetë dhe uroj doon që vuajtjet tuaja të marrin fund sa më shpejt. Natën e mirë. Natën e mirë, falenderit. Regjia, ju lutem me ambasador Neshon? Ambasador, çfarë prisni, çfarë pritet të ndodhë? Do kemi sërish një paqe, do kemi një pushim zjarri, do kemi një marrëveshje që sërish të futet në atë agendën diplomatike, apo konflikti do vazhdoj deri në fund dhe një nga këto dy shtete do bjerë, Irani apo Izraeli? Unë mendoj që nuk do ketë një luftë derisa njëra nga shtetet të bjerë, për arsye sepse diplomacia do të funksionojë, është një diplomaci në të rast e influencuar nëpërmjet forcës, dhe Izraeli
përdori në fakt përfundimin e lajmërimit prej 60 ditëve që presidenti Trump i bëri diplomatëve në Iran për të vazhduar negociatat dhe për të arritur një marrëveshje ku Irani mos jetë posedues i armëve dhe ndërtues i armëve bërthamore. Domethënë ishte oportuniteti për diçka që mbetet ekzistenciale në mënyrën e strategjisë që ka Izraeli, për arsye sepse është i vetmi vend në botë i cili nuk e pranon ekzistencën e shtetit të tij. Prandaj ishte një moment tepër i favorshëm, pasi i zhduku të gjitha organizatat proxy, Hamasin, Hezbollahin, kufizoi Huthin, edhe më vonë ju dha mundësia edhe në lartësitë Golan. Qa janë këto proxy dhe ç'lidhje kanë pasur këto me Iranin? Dhe ku janë? Po, në fakt të organizata ishin... Në fakt ca edhe ku ishin, se si janë më? Po, këto ishin krahët e armatosura që Irani mbështete në atë filozofinë e tij për luftën deri në fund ndaj Izraelit. Domethënë, i motivonte në një luftë për mbrojtur çështjen e Palestinës, duke identifikuar Izraelin si armikun e përbashkët dhe më të rrezikshëm, që nuk duhet të ekzistonte, i armatoste, i financonte, i përdorte ata si 2 vjet më përpara në konfliktin e tetorit në sulmin që bëri Hamasi ndaj Izraelit, në sulmet e vazhdueshme që bënte Hezbollah, i cili ishte relativisht edhe më potencialisht më i fuqishëm nga ana ushtarake, duke ndërtuar fabrika të prodhimit të raketave të vogla për të goditur në çdo moment Izraelin për ta destabilizuar atë. A e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare e Izraelit duke bombarduar një shtet sovran? Në fakt, kjo është një pyetje vërtet e rëndësishme. Izraeli përdori dy gjëra të rëndësishme në këtë rast. Në rastin e parë ishte deklaratë që pas 20 vjetëve Agjencia Atomike në Vjenë, bordi i guvernatorëve të saj me 19 vota pro, ngrinte shqetësimin që Irani kishte tejkaluar të gjitha ato kërkesa të vendosura nga Kombet e Bashkuara nëpërmjet Agjencisë Atomike në pasurimin e uraniumit për të bërë të gatshëm përdorimin dhe krijimin e një arme bërthamore. Edhe kjo ishte diçka tepër e rëndësishme, sepse ishte një e dal nga një organizatë e Kombeve të Bashkuara. Së dyti, dihet që ekziston një traktat i mos përdorimit të armëve bërthamore nga shtetet të tjera, që nga viti 2020 ky nuk pranohet në parim nga të gjitha vendet, dhe në këtë kuptim ka patur një aleancë të eshur edhe nga vendet e tjera të lindjes së mesme, se do disbalanconte situatën. Nëse Irani bëhet posedues i një arme bërthamore, pse jo Turqia, Arabia Saudite, Egjipti, të cilat ndodhen të kërcënuara dhe do tentonin menjëherë që të gjenin mënyrën të armatoseshin. Dhe së fundi fare, Irani është një shtet që njihet nga bota si sponsorizues i terrorizmit. Dhe ky është një diçka që Izraelin e motivon për arsye sepse sidomos nga vendet perëndimore dihen aktet e deritanishme të sponsorizimit të terrorizmit si në organizata, në individ, për të destabilizuar rajone caktuara, shtete dhe kështu me radhë. Prandaj këto janë 3 gjërat ku Izraeli u përpoq që të justifikojë atë që është e palejueshme si një akt e agresioni ndaj një vendi tjetër, duke treguar që ka një rrezik real dhe krijon atë mbrojtjen e interesave të tija ekzistenciale, duke ushtruar një veprim para Irani nuk ka ndërmarrë vetëm sulme
të karakterit ushtarak terrorist, por edhe një lloj terrorizmi kibernetik. Edhe Shqipëria ka qenë në shënjesër të sulmeve të saj kibernetike. U dëbua gjithë të diplomatët, tani ka ndonjë zhvillim, do nëse marrëdhëniet me Iranin vazhdojnë të jenë pikën zero të Shqipërisë. Ka ndonjë zhvillim që nga 2 vjet mos gabohem ka? Nuk ka asnjë zhvillim, dihet që edhe politika e qeverisë shqiptare të zotit Rama fluktuon në bazë të interesave të momentit, i duhen në atë moment që dilte kundër Iranit, nuk kishte ndodhur asnjëherë që të ikte ambasadori një vendi për arsye të bashkëpunimit me forcat terroriste, ashtu quajtura. Kemi patur veprime të tilla nga ambasadat në Francë, në Austri, por kanë ikur punonjës dhe diplomatë të caktuar deri në këtë nivel, po kjo tregon... Po jo mbyllje të gjithë përfaqësisë diplomatike. Po kjo tregon zellin e Ramës për të përshtatur si një person që është... Të lutem qëndro në linjë dhe sa herë ta gjykosh që do të ndërhysh, je i mirëpritur. Arlin, cilat janë të rejat e orëve të fundit? Për të qenë afër ngjarjes ne detyron dhe puna. Lajmet kryesore të ditës, në fakt sot së pari krahas shifrave të raketave, sa u sulmua për kohën dhe themi strategjinë që kanë ndjekur këto detajet strategjike të ushtrive, bëri përshtypje fakti që më i bujshmi si informacioni ishte një përpjekje diplomatike e Iranit për të gjetur dakordsinë me Rusin, paktën kështu është thënë nga agjencitë prestigjioze të lajmeve, që Khamenei të aratiset të marrë strehim në Moskë. E dyta është... Kur ka dalë ky lajm, Khamenei ka kërkuar Putinit strehim politik? Nëpërmjet kanaleve diplomatike, po, sigurisht. Agjenci të lajmeve prestigjioze kanë raportuar se mund të jetë duke kërkuar largimin nga vendi, për të vajtur si Bashar al-Assad në Moskë. Sinjali i dytë, mjaft i rëndësishëm dhe i fortë i ditës, ishte fakti që Irani kërkon negociata. Wall Street Journal dhe Reuters kanë thënë sot se i është kërkuar Omanit dhe Katarit që të kërkojnë dhe të ushtrojnë një farë presionit tek presidenti amerikan për të ulur sërish në tryezën e negociatave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Izraelin sa i takon temës së lënë pezull, pra për programin bërthamor. Dhe është një zhvillim mjaft i rëndësishëm sepse në natën e parë të sulmeve, në premten të paktën, u hodh kategorikisht poshtë që do të zhvilloheshin takime të tjera që ishin programuara për dje. Ishte raundi 6 i negociatave që nuk u zhvillua, sepse nuk qëndron më. Ka rënë, thanë autoritetet e Iranit, dhe jemi në këto 2 sinjale të forta të ditës së sotme. Pas dite, Izraeli ka marrë sulme të tjera në Teheran. Sot deklarata e ushtrisë Izraelit është se ata zotrojnë hapësirën ajrore të Teheranit, kanë në mos shkatruar totalisht, kanë goditur në mënyrë shumë të fortë dhe kanë shkaktuar mjaft dëme tek sistemet raketore të Iranit, që janë një ndër, le të themi, armët e forta që kanë në duar në këtë fushahu që po shohim tani, të paktën këto 4 ditë. Tjetër gjë ishte se sipas ushtrisë ndjes, sipas vetë Netanyahu, i cili ka folur për mediat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në ABC News, është shprehur hapur ambicia për të vrarë Ali Khamenei. Dhe në ditët e para të konfliktit, në ditën e parë dhe të dytë, kjo është analizuar dhe si një arsye të ndoshta një krisje midis Netanyahut dhe presidentit amerikan, i cili nuk ka dhënë pëlqimin për këtë akt. Pra ka qenë planet e Izraelit. Si pas këtij lajmi të një diplomati të lartë amerikan, Trump refuzoi pasi bëri pyetjen retorike. A është vrarë ndonjë shtetas amerikan që të ndërhyjmë? Përgjigja ka qenë jo, atëherë ne nuk kemi përse. Por kjo mos është edhe ndonjë balon prove, ndonjë don për të ta nxjerrë Trumpin në një dritë të mirë mbi palët. Zoti Trump, sipas analizave në mediat ndërkombëtare, të paktën këto ditë duket pak i palexueshëm. Është vështirë të lexohet. Ndoshta i zën befasi. Pas ditën e sotme, sepse është zhvilluar dhe samiti G7-s në Kanada, pas ditën e sotme
reporterët aty kanë thënë që Irani ka dhënë sinjale për negociata, për të ulur në tryezën e negociatave. Ka dhënë një përgjigje duke mos dhënë përgjigje. Janë këto deklaratat e zakonshme të presidentit amerikan. Ka thënë thjesht që duhet ta kishte bërë sepse ishim në proces dhe i është dhënë një periudhë e mjaftueshme kohe për të sheshuar të gjithë çështjet problematike që kemi pasur në tryezë. Krisafi, nga pikpamja ushtarake, kush është po dominon situatën tani? Shkon, radh parë, mendoj që veprimi fillestari që ka bërë Izraeli ditën e parë, nga pamja operacionale ka qenë një kryevepër. Në kuptimin që ka për të studiuar me dekada në librat manualeve të shkollave ushtarake të botës. Pse kushte veçanta e saj? Sepse ishte një kryevepër në mënyrën se si eliminon zinxhirin komandues të ushtrisë, si godet mbrojtjen ajrore të një shteti përballteje, si godet menjëherë raketat balistike, stacionet centrale bërthamore. Ndërkohë dhe reagimi ka qenë simetrik i Iranit. Mënyra e organizimit, duke vjetra raketa që kanë rënë në territorin izraelit. Në ditën e parë, duke organizuar 4-5 xhira njëherësh, në pamja operacionale, kush e njeh si funksionon operacionalitetin e asaj të tilla, ishte një kryevepër e jashtëzakonshme. Është jashtëzakonisht e vështirë të organizosh diçka të tillë me një shtet që është 2000 kilometra larg. 1500 është kufiri më i afërt mes dy. Vajtja është 1500. Vajtja ardhje një avioni duhet 3000 sepse avioni bën lëvizje eliptike. Bën lëvizje eliptike. E dyta, fakti që Izraeli ka marrë në kontroll. Regjia, ju lutem dom në hartën e lindjes së mesme në Wall. Fakti që Izraeli ka marrë në kontroll hapësirën ajrore të një pjesë të madhe, paktën Irani perëndimor deri në Teheran, por ka ngoditur edhe në Mashhad. Mashhadi është kufim me Turkmenistanin, është 2300 kilometra larg nga Izraeli dhe kjo është një arritje jashtëzakonshme. Është një lloj sikur Portugalia le të thënë mbajnë kontroll hapësinë ajrore të Rusisë perëndimore. Pra, në pamje logjistike është një arritje jashtëzakonshme. Tjetra, mes palëve ka një disbalancë gjigande. Forcat ajrore iraniane janë forca, themi, flota ajrore është shumë e vjetruar. Kanë marrë avionën që ka në kohën e Shahut, që kanë 50 vjet që nuk janë mbajtur sepse për shkak të sanksioneve, sepse avionët i mbajnë ata që t'i shesin. Si thua, që se shisin amerikanët, i mbajnë amerikanët. Në momentin që amerikanët nuk i lejojnë në vendin tënd, nuk kanë çfarë të mbajnë. Dhe kanë përshtypjen që as nuk ngrihen më. Kanë disa avionë shumë të vjetër rusë, që dhe këta janë cilësi e dobët, dhe vetmja gjë që ka Irani praktikisht janë raketat balistike. Përballë tyre kanë një flotë ajrore që është kanë vetë dronët, me të cilat dronët Shahid me të cilat furnizojnë dhe Rusin. Dronët sigurisht, por raketat balistike janë gjëja më e jashtëzakonshme që ka Irani në dorë. Përballë tyre kanë një flotë ajrore siç është e Izraelit, që është me pamje cilësore është nga më të mirat, mos më e mira në botë. F-35 avion luftarak që ka Izraeli është avioni luftarak më i mirë që ekziston sot në botë. Dhe Izraeli ka një çfarë bën atë më të mirë? Ka një prodhim, veç kësaj që është më i mirë, ka një prodhim që është specifikisht për Izraelin. Pra është bërë specifikisht për Izraelin F-35, që nuk e ka asnjë vend tjetër dhe që nuk e shit asnjë vend tjetër. Çfarë ka të veçantë? Shkoj, para është çështja e hapësirës në cilën mund të shkojë. Jo çdo avion mund të bëjë 1500 kilometra ose 2000 kilometra me një karburant, si thua. Ka autonomi 3000 kilometra. Po, rezervën që ka, pjesa e radarëve, e avionit si quhet në gjuhën e, po është një cilësi kaq të lartë në krahasim me flotat e tjera ajrore. Pra është shumë e vështirë të rrëzosh një F-35 në kushte lufte. Mund të rrëzosh edhe avionët e tjerë rusë, kemi parë timet janë për kat. Nuk është rrëzuar asnjë, absolutisht, është thjesht çështje propagande. Asnjë avion F-35 nuk është rrëzuar. Dhe është përballë. Ki parasysh që instalimet nukleare të Iranit janë vjetra metra në tokë, në tunele, në mes të maleve. Ka tre lloje. Dhe në hartë do shihni instalimi që është në Natanz. Izraelin e kemi këtu dhe do për të bombarduar dhe të kaloj Irakun dhe Sirin, ose Sirin dhe Irakun. Në linjën Jordanin, po e po. Në linjën eliptike që bën avioni është 1500 km, avioni kalon kështu, nuk kalon asnjëherë drejt. Atëherë, centralet bërthamore që janë në Natanz janë shkatruar që të gjitha. Është Natanz është aty në mes të saj. Është konfirmuar dhe nga Izraeli dhe nga Irani. Dhe në Isfahan është një tjetër. Në Isfahan është shkatruar një pjesë. Problemi kryesor që ka Izraeli është me një sit bërthamor që nuk e kanë vendosur në hartë, që quhet Fordo, është në afërsitë të Teheranit, në fakt i cili është i vetmi që ndodhet rreth 80 metra thellë në tokë. Dhe Izraeli nuk ka mundësi ta shkatërrojë diçka. Vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë. Ka dy opsione si mund të bëhet. E para është duke përdorur një bombë 30 tonshë që ka Shtetet e Bashkuara, që prodhojnë vetëm ata. Dhe e dyta është një propozim që ka bërë Izraeli, nëse Shtetet e Bashkuara mund dërgojnë komandot
vetë në teren për ta hedhur në erë centrifugat që ka Irani në mbrojtjen ajrore të Izraelit, sepse Izraeli ka marrë në kontroll gjithë mbrojtjen ajrore të Iranit. Por disbalanca ushtarake mes palëve është gjigande. Pra ka një disbalancë gjigande mes palëve, nga parasysh dhe gjeografia nuk i lejon diçka të tillë. Pra po përballet një shtet që ka një flotë ajrore, sepse kjo është luftë ajrore në këtë pikë, janë shumë larg nga një tjetri. Po përballet një shtet që ka një flotë ajrore të viteve 50, të pa updateuar, le të them pa përditësuar, përballë ti ka një flotën ajrore praktikisht më të mirë në botë. Ka në këtë moment. Po mirë, kjo duke qenë nga 1100 deri në 2000 metra, 2 kufin nga njëri tjetri, a mos thehet lufta në tmerr pa fund dhe jo një fund të tmerrshëm për njërën palë, sepse të dyja palët bombardojnë, vuajnë popullsia civile, ndërkohë që vazhdon kjo gjendje cejnoti. Lufta me shumë mundësi ka për të funduar për pak ditë, sepse goditja që ka marrë Irani është kaq e madhe se u kanë përshtypjen ka çuditur dhe amerikanët. Nuk e prisin që Irani të ishte në këtë derexhel, në Shqip, në këtë nivel kaq të dobët. Pra është një goditje nga pamja operacionale, thash është një operacion që do studiohet në librat shkollor të akademive ushtarake për nivelin se çfarë ka bërë Izraeli në 3 ditë. Pra praktikisht Izraeli ka fituar luftën praktikisht. Pra Irani në këtë moment thjesht po shton agoninë. Po të shkosh nivelin e raketa balistike që ka dërguar në Izrael në 3 ditë të fundit, ka ardhur duke ulur. Sot pasdite ka dërguar 12 raketa. Ka rënë vetëm një nga 100 që të nisi ditën e parë. Nis me 150 më shumë e radhë. Sepse Izraeli jo vetëm që ka goditur raketat balistike, por ç'është më e rëndësishme ka goditur sistemet ngritëse të raketat balistike. Pra nëse ti nuk ke sistem për ta dërguar raketën, nuk ka çfarë duhet raketa fare të thuash. Por Izraeli ka shkatruar sistemet ngritëse të raketave dhe raketat balistike. Një të tretën e kanë shkatruar që prej sulmeve të fundit dje dhe vijojnë edhe me sulmet e pasditës së sotme të shënjestrojnë po të njëjtat sisteme që po thotë. Kjo është e çuditshme sepse gjatë 30 viteve të fundit, ndoshta më shumë, ne kishim perceptime që Jugoslavia kishte ushtrinë të dytë më të madhe në Evropë dhe më të fuqishme, u shkërmoq. Pastaj thoshim Saddami, fuqia më e madhe rajonale u shkërmoq. Si shpjegohet që bien si kështjellar? Kjo shpjegohet në këtë mënyrë. Para 2-3 vjetësh, kreu ushtrisë iraniane bashkë me kreun e forcave ajrore kanë bërë një video kur ndodhen, kam përshtypjen diku në Kermanshah, këtu në Iranin perëndimor, në një bunker shumë të madh me raketa balistike. Gjithë bunkeri bashkë me 2 persona që bënin në video është shkatruar dhe 2 persona janë vrarë. Dhe ideja është që ne kemi ngatruar propagandën për fuqinë. Pra, ne shohim propagandën dhe mendojmë se kjo është fuqi. Gjë që nuk është, sepse të bësh një luftë të tillë, thash disbalanca është gjigande mes palëve, duhet të kesh më shumë sa propaganda. Dhe Irani në këto 30 vite ose 50 vite që ka ardhur Ayatollahu, që është shkuar regjimi, bën propagandë. Në kuptimin që do shkatrojmë Izraelin, do heqim Amerikën nga lindja e mesme, ndërkohë që ti nuk ke fuqi ta bësh gjë. Fuqi rajonale u arriti e arriti fuqinë rajonale. Arriti të kontrollojë Irakun, të kontrollojë Sirinë, të kontrollojë Yemenin, Libanin, unë u bë fuqia më imponuese u bë xhandari i rajonit. E arriti përmes grupeve të tjera. Sot xhandari i rajonit praktikisht Izraeli. Ka shpartalluar Hamasin, Hezbollahun, ka rënë Asadi, po shkatrohet dje pas dite për shembull, mos gaboj, në momentin në njëjtën kohë që Izraeli ishte duke bombarduar Iranin, po mbronte Izraeli nga raketat balistike dhe po vriste njeriun e dytë më të rëndësishëm të Huthit në Yemen, njëkohësisht. Pra, Yemeni është gjithashtu një 1700 km larg nga... Po, është luftë në 3 fronte, si shpjegon? Është një aftësi ushtarake që është e jashtëzakonshme në këtë rast. Dhe prandaj Irani këtë gjë ngatroi propagandën, dëshirën për të shkatruar Izraelin me fuqinë për të shkatruar Izraelin. Nuk ka fuqi për ta bërë këtë gjë. Si shpjegohet një luftë në 3 fronte? Është duke luftuar me Hamasin? Me Hamasin, është duke luftuar me Iranin edhe me i përgjigjet dhe Yemenit. Problemi është që dihet fort qartë që Izraeli është një forcë pa masë për arsye se ka mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Por duhet thënë që në këtë sulm, është e vërtet që bërë një pyetje më parë a ka shkelur Izraeli të drejtën ndërkombëtare, patjetër që e ka shkelur, për arsye se Izraeli ka 90 testata bërthamore dhe nuk është firmosës i traktatit për minimizimin e aktivitetit bërthamor që është nënshkruar në vitin 1970, ndërsa Irani ishte pjesë e këtij traktati. Dhe në këto kontekst, justifikimi i Teheranit zyrtar është që neve nuk e kemi përdorur, do më thënë, pasurimi me uranium
për çështjen e formimit bombës bërthamore, po për arsye civile, për shërbime civile. Nga ana tjetër duhet thonë se Izraeli vërtet ka kryer një sulm spektakolar nëpërmjet edhe të agentët Mossadit që u ka ndodhur kryesisht vendosur në Isfahan dhe në Teheran, duke prodhuar drone brenda Iranit. Është një sulm pak a shumë i ngjashëm me atë që ka kryer Ukraina në objekte dhe në avionet strategjike të rusisht, paktën me atë funksionim që pam qoftë edhe midis Ukrainës dhe Rusisë, është e njëjta mendje që i ka prodhuar të dyja sulmet, pati një sulm që u bë një dom rreth 70 miliard dollar për avionet ruse dhe e njëjta mendje, Spiderweb, po, e njëjta mendësi ka vepruar edhe në atë sulmin që bë Irani. Nuk e gjykoj se Irani mund të dorëzohet nga kjo pjesë, sepse ka një të paktën pothuajse gjatë për një muaj Irani prodhon rreth 350 raketa hipersonike, të cilat janë të pakapshme, qoftë nga Iron Dome, nga kupola e hekurt, por qoftë edhe nga sistemi Arrow që përdoret tashmë për... Sistemi Arrow janë kapur. Kapen, po jo plotësisht, dhe kryesisht në Tel Aviv ka patur dëme të jashtëzakonshme nga rënja e raketave hipersonike, siç është raketa... Në Haifa kryesisht ka pasur dëm. Në Haifa, po, u ka goditur portin Haifa, u ka goditur rafineria e naftës me raketa Qasem Sulejmani. Qasem Sulejmani ishte kryetari i brigadës Quds që operonte në Siri, njëri me një bilanc tepër të frikshëm, i konsideruar edhe si kasapi i Sirisë, por kanë pakzuar edhe raketën e re, por edhe raketat Hajber që vetëm një është provuar. Raketa Hajber është një raketë e cila shpejtësia e saj shkon rreth 8800 km në orë dhe është shumë e vështirë për sistemin Iron Dome, që kryesisht është përballur me raketa artizanale që prodhohen në tunelet e... Ati e mendimin që lufta sa ka nisur dhe mund të zgjasë. Lufta sa po ka nisur, mos harrojmë që ka një farë solidariteti edhe nga vendet islame në zonë. Kemi Pakistanin që u shpreh qartë që ose Irani goditet me bombë bërthamore, atëherë ne do godasim me bombë bërthamore, dhe Pakistani tregoi një eficiencë tepër të madhe me avionet e tij J-17 dhe me suportin kinez kundër Indisë për çështjen e Kashmirit. Nga ana tjetër kemi deklaratën e Republikës Turqisë që Turqia nuk është fort lart Izrael dhe Izraeli i druhet pothuajse në Qunetra, është një krahin aty poshtë lartësive të Golanit në hartë, edhe pse jemi larg, dhe ajo çka i druhet Izraeli nuk është sulmi në distancë, pra me mjet ajrore. Ajo çka i druhet Izraeli është sulmi me këmbësori. Duke qenë një vend rreth 18.000 kilometra katror, duhet qenë një hapësirë tepër e vogël dhe me një popullsi dhe me një demografi tepër problematike, sepse pothuajse 8 milion banorë dhe rrethohet nga pothuajse 450 milion banorë të tjerë, por mos thonë edhe, domethënë, pikën ku ndodhet diplomatikisht, jo në çështjen me Iranin, por me atë çka po kryen në Gaza, me atë masakër të madhe që po kryhet në Gaza, me e konsideruar nga gjykatat pra kjo është një luftë edhe psikologjike dhe ti beson që psikologjikisht i pari do lodhet Izraeli? Nuk gjykoj se do lodhet Izraeli, por kjo luftë do vijojë. Nuk gjykoj se regjimi ajatollave mund të rrëzohet, për arsye se në ato zona, qoftë në të gjitha të gadishun arabik, po përdalë është edhe këtej drejt asaj që ne njohim si Persia apo Irani sotëm, kush sulmohet nga Izraeli, ai kthehet detyrimisht në viktimë. Do të thotë që ka një solidarizim popullor edhe nga ana sunitëve kundrejt Iranit, që Irani përfaqëson një sekt të islamit që është shiizmi dhe ka përfaqësuar shumë ashpër qoftë në Siri, qoftë në Irak, qoftë me Hizbullahun atje në Liban, ka kryer masakra ndaj popullsive sunite në këtë zona, por në këtë moment kur sulmohet nga Izraeli, detyrimisht Irani kthehet në viktimë në sytë të gjithë arabëve, po flasim për popull, nuk po flasim për nga pikpamja aleancës ushtarake. Nga pikpamja e aleancës ushtarake. Të bëjmë një analizë. Se po të bëjmë një analizë. Po të bëjmë një analizë. Po flasim për popull, jo për elitë. Sepse Izraeli ka një projekt në atë zonën, në lindjet mesme ka një projekt për krimin e Izraelit madh. Çfarë do thotë Izraeli madh? Është një projekt mesianik që Netanyahu t'ja kërkojnë si Begviri, si Smotrish, për ta shtrirë Izraelin nga paraqiti një hartë në Kombet e Bashkuara para një viti. Nga lumi Nil, nga brigjet lindore të lumit Nil, në brigjet perëndimore të lumit Eufrat. Pra, do të thotë që kemi të bëjmë me shkatrimin e Egjiptit, me shkatrimin e Jordanisë, me shkatrimin e Libanit, me shkatrimin e Irakut, me shkatrimin e Sirisë dhe me shkatrimin e Turqisë.
do të thotë që deri diku Izraeli ja ka arritur, të paktën Egjiptin, diktatorin Abdel Fattah al-Sisi e ka tek xhepi vogël. I thot al-Sisit bloko rrugën për... Aty ka qenë një që në kohën e Sadatit, ambar Sadatit do në zhvendosur paqja dhe Sadati në Kneset në parlamentin e Izraelit ka mbajtur një fjalim që kurgëzohet si një nga fjalimet më të rëndësishme të shekullit të 20. Në 2011 u bën zgjedhjet e para të ndershme dhe demokratike në Egjipt. U rrëzua regjimi Mubarakut. Dhe në pushtet me votë demokratike për herë të parë në historinë e Egjiptit, erdhi një person me emrin Mohamed Mursi. Dhe u investua si nga Emirata dhe si nga Izraeli për t'i kryer grushteti këtij njeriu dhe për ta arrestuar. Dhe personi që arrestoi ishte generali i tij, krau djat Abdel Fattah al-Sisi, që sot është në pushtet dhe është një nga diktatorët i cili kryen reprezalet vazhdueshme ndaj popullsisë opozitare të Egjiptit. Po që ndikim ka kjo do në konfliktin me... Sepse Egjipti është i pari në lindjen e mesme bashkë me Jordanin që bën marrëveshje paqe. Po pra, bën marrëveshje paqe, por narrativa e Mohamed Mursit që vinte nga një mendësi tjetër politike, nuk vinte nga bathizmi apo nga nacionalizmi arab, po vinte nga ana tjetër, nga islamizmi. Pra ishte islamist. Mohamed Mursi që e psoi bashkë me djalin e tij u vran në burgjet e Egjiptit. Dhe duhet thënë që në qoftë se izraelitët ja dalin që ta mbajnë popullin egjiptian, në këtë formë ato janë të garantuar edhe për 100 vite tjera. Por në momentin që popujt arab zgjohen si populli i Egjiptit që është 100 milion banor, nuk është fuqi e pakët, sepse ajo çka vuan, çfarë ka hemoragji Izraeli në raport me popujt arab është demografia. Në këto kontekst, me Jordanin ja ka dalë, me mbretin Abdullah e ka shumë të thjesht, sepse mbreti Abdullah jo vetëm që është, si thuash, një puppet government i Izraelit dhe ndalon dronat iranian dhe... Se nuk janë zgjuar për atë që po ndodh në Gaza? Nuk janë zgjuar sepse ndodhen në represionin e vazhdueshëm të këtyre diktaturave. Kemi diktaturën në Arabi Saudite poshtë. Kemi një diktaturë tepër të frikshme. Me në krye Bin Selmanin... Po marim ne me diktaturat në lindjen e mesme. Mos kemi të bëjmë donë Irani, nuk është Zvicra, apo jo? është diktatura me shëmtuar teokratike që ka njohur faqedheu. Pa tjetër, edhe Irani, pa diskutim. Por diktatura që ardhshme është edhe diktatura Arabi Saudite. Para 2 ditësh u vra një gazetar brenda në burgjet e Arabi Saudite. Nga ana tjetër kemi Irakun, që Amerikanët ja dhuruan Iranit. Sepse me rrëzimin e Saddamit, që ishte një çelë sigurie për fuqinë sunite në zonën e Irakut, ku raportet sunni-shiit janë 40% sunni dhe 60% shiit, me rrëzimin e Saddamit, atëherë garda revolucionare filloi të ketë ndikim të madh në Irak dhe ka bërë masakrat papara ndaj popullsisë sunite. Garda revolucionare dhe brigada Al-Quds që fillimisht kryetari apo drejtuesi i brigadës Al-Quds ishte Qasem Sulejmani, më pasur bë edhe ky Ismail Kani. Më fal të ndërpres, sepse ndodhemi në një situatë absurde. Situata ka ndryshuar Kemi dy vende që kanë qenë në luftë, në konflikt me Izraelin. Po. Dhe kanë qenë mbrojtësit më të mëdhenj të Palestinës. Madje njëra prej tyre dhat gjysmën e territorit të saj. Hapësirën për te... Hapësirën e dhuroj. Hapësirën për te lumit Jordan, Jordania, që ishte konsideroja atëre Transjordani, e dhaq për të krijuar shtetin e Palestinës. Tani ajo ka dhënë, ta mbaroj donë logjikën të në fund. Ajo dha gjysmën e territorit të saj për Palestinën. Janë po arab si palestinezët, janë po sunni si palestinezët, tani dalin këta në Teheran që janë pers, edhe janë shit, dhe që kanë qenë në luft me pjesën tjetër të botës arabe. Në luftën e 81-shit që pati 1 milion. Tani donë, nuk është ka një diçka që nuk shkon. Logika që me 1979. Për të kuptuar kush është nxitsi i luftës, është Izraeli, apo është Irani që financon të dy regjime që në luftë. E para, u tha nga Benjamin Netanyahu që regjimi Gaddafit duhet rrëzohet sepse kërcon Izraelin, regjimi Gaddafit u rrëzua. U tha nga Izraeli dhe Benjamin Netanyahu që regjimi Saddamit duhet rrëzohet sepse është kërcënim eminent nga për Izraelin, edhe ai regjim u rrëzua. U tha që do rrëzohet edhe regjimi Ajatollahëve dhe ai u godit,
goditen Huthët poshtë, goditet Siria, që Siria tashmë është paqësore, sepse sa ka nisur proceset e rivitalizimit politik. Përse goditen? Po goditen pra. Goditen sepse kanë goditur, apo goditen kështu sepse... Po atëhere kjo sjellje, në gjykimin tim, kjo legjitimon edhe goditjen e Rusisë në Ukrainë. Sepse edhe rusët thonë që neve na kanë goditur bandat e Azovit. Dhe me këtë justifikim, me një justifikim po kaq diktatorial sa Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu shkel çdo të drejtë ndërkombëtare, po godet Iranin atje. Dhe më pas për më tepër se kaq, në rrethana tepër të vështira, kryen një gjenocid nga gjenocidet më dokumentuar të historisë njerëzimit. Janë 18.000 fëmijë të vrarë në Gaza e lirë. Prandaj nuk ka as legitimitet moral sot Izraeli të flasi për vetëmbrojtje, sepse ka masakruar 55.000 civil në Gaza. Dhe ky është fakt nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Nuk e thon as Al Jazeera, nuk e thon as mediat turke, as mediat iraniane, e thonë... Në çfarë thana? Në qoftë se donë spitalet kthehen në stre, të Hamasit, Që do të thotë? në mburoj njerëzore, Mbrojti vendin e tij. Se goditen fëmijët kur marrin ndihmë humanitare i lirë, këtë më shpjegon dot? Si ka mundësi një shtet i cili ka fuqi që ta fusi raketën në shtratin e generalit gardës revolucionare dhe ka një precizion 1000%, nga ana tjetër në Gaza nuk ka eficiencë. Këtë më shpjegon dot? Okej, do ta rimarrë Fizikisht më shpjego. Se ata nuk filmuan civilët. Jo, lutem më shpjego. Civilët janë 60.000 civil vrarë dhe 700.000 civil vrarë ka ndryshim. Kur jemi lingon, mos shkot sulmosh Ariun se të shtyp me këmbë. Ariu ka 100 vite që i shtyp ato njerëz në Palestinë. Ata ishin në festë, po të marrin, jo, e kemi diskutuar, po më ktheve këto të përgjigje. Izraeli u përgjigj në mbrojtje të fizike, se si ka mundësi Izraeli gjen vrimën e miut. Në 48-ën Organizata e Kombeve të Bashkuara vendosi të krijohen 2 shtete krah për krah me njëri tjetrin. Two state solution. Palestina me Izraelin. Izraeli e pranoi atë zgjidhje. Bota arabe jutur nuk e pranuan. Nuk e pranuan dhe e sulmuan. E sulmuan luftën në territor. Bandat e lehtë dhe Irgunit filluan së pastrimet me Nakbën, 47-ën. Çfarë ka ndodhur në Nakba? Ka ndodhur deportimi 700.000 palestinezëve nga tokat e tyre dhe janë dërguar në Jordani. U vran rreth 150.000 palestinezë. Dhe u përzun pjesa tjetër. Palestinezët nuk pranuan. Pra ishin bandat e lehtë të Irgunit që goditën edhe ambasadën. Nuk pranuan shtetin. Ky ishte gabimi i tyre fatal. Ky ishte gabimi i tyre fatal. Ishte 47-a, ishte pastrimi etnik. Dhe sot e kësaj dite nuk e pranojnë. Jo, e pranon. 1993 Hamasin e mbështetjen e Iranit nuk e pranon. Pse nuk japin Fataut, por ka akoma checkpoint edhe kontroll ushtarak në West Bank? Ku ka Hamas? Në West Bank nuk ka Hamas. Pse vriten njerëz në West Bank? Në 2005 Izraeli u largua nga Gaza. Dhe çfarë bëri Hamasi në Gaza? Në vend të ndërtonte shtetin në Gaza, ndërtoi fitoi zgjedhjet në Gaza. Si të mendonte shkatronte Izraelin. Fitoi zgjedhjet në Gaza. Po Gaza është një burg i madh. Profesor Guxholli, mos flasim realitetin. Çfarë efekti ka pasur gjatë 3 ditëve të fundit në bursa dhe në çmimin e hidrokarbureve? Sepse sa herë kërcet pushka aty çmimi i naftës ngrihet dhe madje disa cikle krizash janë shkaktuar pikërisht nga këto luftra në lindjen e mesme. Është e ditur që efekti është shumë i madh, sepse kjo zonë është një zonë qendrore për naftën dhe gazin. Dhe si e tillë, ka Iran. Se kemi këtu ngushticën e Ormuzit, diku këtu poshtë është 25% e naftës. 25% e naftës globale kalon aty. Kalon aty, po, do me thonë, dhe është jo vetëm një qendër e rëndësishme prodhuese e gazit, gaz mbajtët, pra ka gaze dhe naft, por veç kësaj është dhe një nyje e rëndësishme për transportin detar. Dhe janë këto 2 arsye kryesore që japin me njëherë efekt në ekonominë globale. Përsa i përket naftës, kuptohet, tregjet e këtyre commodity që i quajnë, janë shumë të ndjeshëm ndaj çdo lloj lëvizje politike, ushtarake, ekonomike dhe reflektojnë me njerë. Dhe frika që do të paksohet prodhimi i naftës, pavarësisht se Irani një pjesë të mirë të saj rreth gati 2 milion barela fuqi i çon në Kinë, pavarësisht sanksioneve ose paralajmërimeve që ka marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai e ka vazhduar këtë punë. I shet tranzit në Afganistan dhe ato përfundojnë në Kinë.
Në Kinë. Por ky lloj eksporti duke u 3 milion ka qenë sipas shifrave 2023-2024, përafërsisht. Këto që kam lexuar këto ditë, kështu thonë, rreth 2 milion, po ka dhe 3 milion që varet si e ka atë kurbën e prodhimit. Dhe kjo është një arsye e fortë në ekonomi që të ndikojë në çmimin e naftës. Pra çmimi i naftës rritet. Duke u rritur çmimi i naftës dhe çmimi i gazit, kuptohet që kjo ka një efekt dhe në mallrat të cilat i kanë këto produkte strategjike dhe shumë të rëndësishme, i kanë ose si pjesë të procesit prodhimit, ose i kanë si energji. Pra, tregu i energjisë merr një goditje të madhe, sepse ky treg është i bazuar fort mbi naftën dhe gazin. Pra, kemi një ndryshim në çmime. Ky ndryshim në çmime lidhet menjëherë me inflacionin. Dhe të gjitha ekonomitë botërore, zhvillimi qoftë të vendeve të zhvilluara, qoftë të pazhvilluara, inflacioni është një tregues financiar shumë i rëndësishëm që bankat qendrore e kanë në vëmendje sepse ai ndikon dukshëm në rritjen ekonomike. Duke u rritur inflacioni, menjëherë bëhet, pra kalohet në buxhetet, efekti kalon në buxhete, ulen të ardhurat, ulen shpenzimet dhe në këtë mënyrë ngurtësohen ose zvoglohen investimet. Rritet mosbesimi i investitorëve në këto vende dhe fillohet të mendohet për një lloj rezerve. Këto momentet e para se lufta sapo ka filluar, nuk është ndier shumë në produkte, në stoqe, si thua, në rezervat, sepse kanë qenë rezervat që mbajnë kompanitë e mëdha dhe shtetet në këtë drejtim. Por me kalimin e kohës, në qoftë se lufta vazhdon me intensitet, kuptohet që dhe këto do të ezaurohen dhe do të kemi rritje të çmimeve të mallrave të konsumit. Pra preket në mënyrë direkte xhepi i konsumatorit. Ka pasur precedent për shembull në luftën e vitit 1978, pashton që çmimi i barilës nga $3 kërceu në $12 brenda një muaji, në 400% më shtrenjtë. Tani mendohet që mund shkoj dhe 160, shiko varet nga situata dhe po i dëgjoja me vëmendje kolegët. Mos mbyllet ajo ngushtica e Hormuzit është problematikë. Ajo është lidhur, pika tjetër, është e lidhur me infrastrukturën e zinxhirit të furnizimit. Çfarë efekte shpati në 78-ën? Çfarë ndodhi? Shiko, efektet janë pak a shumë të njëjta. Kjo është skema, si thua, sistemi ekonomik që preken. Preken çmimet, preken transportet dhe këto janë përsëri çmime. Preket primi i sigurimit dhe kjo përsëri reflektohet në çmime, kufizohet sasia që e furnizimit me nafte dhe gaz, produkte shumë të rëndësishme, pra krijon një zinxhir efektesh që ka qenë gjithmonë i njëjtë, herë më i madh, herë më i vogël, se në fundit kështu janë të lidhur treguesit ekonomik dhe ndërveprimi që këto kanë me njëri tjetrin. Skenarët, tash investitorët ndërkohë luhatën se ndjejnë rrezik dhe në vend që të investojnë, ata fillojnë mbledhin, fillojnë të riqen dhe kursejnë. Dëmtohet tregu i punës, sepse duke mos investuar shkurtohen vendet e punës nga ulja e investimeve. Kështu që dhe inflacioni që sjell, domethënë, goditje në buxhete dhe në rritjen ekonomike. Kjo është kur skenari do të jetë i keq, se unë dëgjova kolegët dhe në fakt në qoftë se qeverit, si thua, bëjnë një buxhet që i themi ne statik, bizneset gjithmonë bëjnë disa buxhete me skenar të ndryshëm, sepse të tilla kanë mendjen dhe të tilla i kanë përqasjet. Kështu që një skenar është që, siç tha kolegu, që lufta të mos zgjasë shumë, të mbarojë dhe kjo rritje e çmimeve, që është tani e dukshme, por nuk është kaq e madhe sa të mos kthehet në vend. Ekonomia të rimari veten me... Nuk është e pakthyeshme. Jo. Një skenar, në qoftë se lufta mbaron shpejt, është ky që kthehet ekonomia shumë shpejt. Dhe kishirën sot 4%. Kishirën sot 4%. Tregjet e kanë ndirë me një. Sot kishirën 4%. Shqipëri do ngrihet se s'bën. Shqipëria është rast i veçantë, nuk ka lidhje ekonomike, nuk shkon me tendencat e dynjas, sepse janë 1000 faktorë. Në fakt donë analistët ekonomistë, donë në këto kanalet ndërkombëtare thonë donë që ishin optimist dhe thoshin që pavarësisht konfliktit, kërkesa është më e ulët se sa oferta në treg për naftë. Sepse ka qenë kështu kohët e fundit, ka qenë një ulje e kërkesës dhe një rritje e ofertës. Nga sjellja e vendeve prodhues të naftës
Dhe rritur prodhimin. Arabia Saudite ka rritur prodhimin. Problemi janë vendet e gjirë atje, Kuvajti që është izoluar. Dhe kërkesa ka qenë me ullët. Ka qenë me ullët sepse është duke u parë gjithmonë më tepër për zëvendësimin e këtyre produkteve strategjik dhe të rrallë me të tjerë. Dhe plot shtete kanë kaluar në përdorimin e alternativave të tjera energjetike. Dërsa për sa i përket transportit, përqasja është e njëjtë. Edhe gjatë Covidit, kur ndodhi bllokimi, sidomos i transportit detar, ne pa me një rritje të kostos transportit që shkon në rritje të çmime të mallrave dhe të... Mallrat nuk arrinin në kohë dhe shtoi kërkesa dhe oferta ishte e pa mjaftueshme. Dhe ju desh kohë të vinte në vete. Dhe ky zinxhir i furnizimit është një element shumë i rëndësishëm në ekonominë botërore, me mënyrën si funksionon. Ky nuk është mbyllur asnjëherë, ky pushtica e Hormuzit. Dhe në rastet e tjera është paksuar qarkullimi në to, ose është frenuar pak në luftrat e mëparshme që ju thoni, po kësaj radhe, më fal, mendohet që edhe mund të mbyllet. Mbyllja në fakt do të ketë influencë të madhe, sepse do të paksoj eksportet, do të paksoj ofertën dhe do të jetë ndjeshëm në xhepat e konsumatorëve. Skenari i dytë është një skenar më neutral, që lufta jo në përmasa të mëdha, diplomacia në rastin e parë quhet e suksesshme, në rastin e dytë e vakët, që funksionon, po jo sa të ndali luftën, po nga ana tjetër, aksionet nuk do jenë kaq të mëdha sa të ndikojnë në shkatrimin e komplet të sistemit të transportit edhe të furnizimit, apo të ndikojnë shumë në çmimet e naftës edhe të gazit. Këto çmime do rriten, po në një masë të përthithshme, të përballueshme nga ekonomia, rritja do të zvoglohet, po prap do të ketë. Skenari i tretë më i keq është ky që lufta të vazhdojë dhe të marrë përmasa të mëdha, faktori gjeopolitik, përfshirja e këtyre vendeve të tjera siç e përmendën dhe kolegët në këtë konflikt, kuptohet pastaj ajo është një goditje, është një shok që merr ekonomia botërore dhe ekonomia e të gjitha vendeve të zhvilluara dhe në zhvillim, sepse çmimi i naftës shkon në qiell, është dhe i gazit, produkti do të jetë në mungesë, sepse pavarësisht se Irani nuk e ka të strukturuar dhe të futur në treg ashtu siç e kanë vendet e Arabisë Saudite. Më shumë e kontrabandon se sa... Po përsëri ka një përqindje të madhe, një pjesë të madhe të sasisë këtyre produkteve energjetike. Por OPEC-u dhe vendet e tjera... Sepse liderët e G7-s sot kanë firmosur, përveç presidentit amerikan, një draft deklarat. Dhe pikat kryesore ishin 2-3. Dhe kryesisht ai do të kishte profil ekonomik kësaj radhe, për ekonominë. Dhe duke qenë se është konteksti me konfliktin Izrael-Iran, kanë thënë që do të jemi në ruajtje, do të jemi roje të tregjeve të karburanteve, një, të energjetikës, dhe kanë shprehur këtë pozicionimin e tyre që Izraeli ka të drejtën të vetëmbrohet. Çfarë shqetësimi ka këtu? Pra, me që ishim të karburantet të energjia. Ky shkon tek skenari pozitiv, do të thoja unë, sepse këta dhe te skenari i mbarimit të luftës së shpejtë dhe skenari i parë. Kështu që në këtë mënyrë, duke i dhënë të drejtë Izraelit, duke ndihmuar në mbylljen e aksioneve veprimeve ushtarake dhe duke ndihmuar ekonominë me një lloj rezerve që kanë krijuar. Megjithatë, nëse lufta vazhdon, vendet e zhvilluara, sidomos Evropa, nuk ka çfarë të bëjë. Do vazhdoj apo jo lufta për një kohë të gjatë dhe cilat do jenë efektet e saj në ekonominë globale edhe në sigurinë globale, po edhe në rajonin ton, në pjesën e dytë pas një hapësire fare të shkurtër publicitare. I cili është dhe boshti i konfliktit që gjenerohet prej disa dekadash në lindjen e mesme. Në fakt, shqiptarët kanë pasur marrëdhënie krejt të çuditshme me lindjen e mesme. Nisin ato që në periudhën e themelimit të shtetit të Egjiptit, brenda të cilit ishte bënte pjesë edhe Jeruzalemi, qyteti kaq i kërkuar nga të gjithë, qyteti i shenjtë, toka e shenjtë, që pretendohet nga shumë palë. Në kapërcyllin e shekullit 18 dhe të 19, atëre kur u krijua dinastia që mbretëroi për më shumë se një shekull, ajo e Egjiptit, e krijuar nga një shqiptar, nga Mehmet Pasha, i cili u pasua nga i biri i tij Ibrahimi,
shqiptarët u bën shumë të rëndësishëm në Jeruzalem. Ishin ata që e drejtonin atë. Dhe kthyen tolerancën fetare. Dëbuan vahabistët nga Jeruzalemi, të cilët kishin ndaluar gjithë besimet e tjera, si besimin hebraik, ashtu dhe besimin kristian. Ndërkohë që Ibrahimi, themeluesi i Egjiptit, lejoi bashkëtesën fetare, lejoi kthimin e rabinëve në sinagoga dhe të priftërinjve në kishat si katolike ashtu dhe ortodokse. Ndërkohë kemi në periudhën e komunizmit shqiptar. Enver Hoxha ishte mbrojtësi më i flakt i organizatës për çlirimin e Palestinës. Madje sipas disa të dhënave, luftëtarë të OÇP-s janë stërvitur në kampet shqiptare. Qeveria e Enver Hoxhës ishte ndoshta e vetmja në Evropë që njohu qeverin e Palestinës, njohu shtetin e Palestinës, shtetin e Yasser Arafatit. Dhe ndërkohë që Izraeli anatemohej me propaganda komuniste, me termat më të ashpër, duke krahasuar me imperializmin amerikan dhe social imperializmin sovjetik si tre rreziqet më të mëdha të njerëzimit. Ndërkohë, pas viteve 90, pas shëmbjes komunizmit, kemi një ndryshim kursi 180 gradë. Kemi një rivendosje të boshtit të interesave të shqiptarve dhe një marrëdhënie, mund të themi, momente të shkëlqyera mes Tiranës dhe Tel Avivit. Ka pasur shumë vizita mes qeverive, në pjesë të një delegacioni keni qenë edhe ju, zonja Guxha? Izrael. Po, në Izrael. Kë keni takuar nga liderët? Kam qenë në vizitë zyrtare, pra të ftuar nga kryeministri i Izraelit, nga Netanyahu, me kryeministrin Berisha, kemi takuar edhe presidentin asaj kohe, Shimon Peres, dhe kuptohet Netanyahu. Të bënte përshtypje, se atëre ishte në periudhë, do kanë qenë vitet 2009-2010, në këtë periudhë. Ishte një periudhë relativisht e qetë, ku ata ishin të fokusuar në zhvillimet ekonomike dhe njëkohësisht të bënin përshtypje dhe zhvillimet në fushën e arsimit, llojet e universiteteve. Këto në fakt, se po bëj një parantezë, kam pas parë. Çfarë do nga pikpamja personale, çfarë? Nga pikpamja personale, Shimon Peresi ishte të rezatonte urtësi, një qetësi, ishte si thuash si mbi palët. Për të arsye mori dhe çmimin e paqes. Po. Po pavarësisht asaj, kjo është përshtypja që ai ta jepte. Ishte një pëllumbi politikës së Izrael, ndërkohë që Netanyahu konsiderohet si skifter. Bashkë me Ariel Sharon. Ishte ndër njerëzit më karizmatik që kam takuar unë në 8 vjetët. Çfarë kishte që bënte karizmatik? Këtë nuk e thua dot, është një gjë e brendshme, që domethënë të, si thua, të merrte në ato çfarë tregonte, e ndiqje me një lloj pasioni. Ishte shumë i prerë, duke që ishte vendimarrës, kur fliste për politikat qoftë të jashtme, qoftë të brendshme, qoftë për ekonominë, dhe ishte shumë bindës. Shumë bindës me ato që thoshte. Dhe aty kuptoje pse kishte mbështetje aq të madhe në popull. Veç kësaj, ai mbante në zyrë, kishte futur në një kështu si akuarium bosh xhami, dokumenta që tregonin prejardhjen e familjes tij, që ishte një familje në përbreza e njohur dhe me shumë influencë në Izrael. Dhe thot që i kam gjetur fillimisht rastësisht këto dokumenta, pastaj i kam... E vlerësonin, e dinin faktin që... Shumë. Në përfundim të luftës së dytë botërore, numri i hebrejve në Shqipëri ishte më i lartë se sa... Na kanë bërë një pritje, si që ndajnë... Para luftës? Kush ka qenë ambasadori di, janë të ndara me kategori. Ne na ka bërë pritje të kategorisë parë, si kur të ishim Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ta në nivelin më të lartë të protokollit? Më të lartë të protokollit. Edhe këtu, edhe në Hungari mbajmend Orbani, na i ka bërë kështu. Që për të shprehur, si të thuash... mirënjohjen dhe dashurin për Shqipërinë. Dhe takimet kudo që shkoje, edhe në rrugë kur shifnin njerëzit që zbrisje, sa po të merrnin vesh që shqiptar, të vinin me shumë dashuri dhe të gjithë dinin historinë dhe të jepnin dashuri, çuditëshe. Qartë. Ambasador Nesho,
Ju keni qenë në selin e kombeve të bashkuara nga 97-a në 2005-ën. Keni përfaqësuar Shqipërinë. Paraardhësit tuaj do në kanë mbajtur ato fjalime që i përmendëm pak më parë, kundër sionizmit izraelit, kundër vëllezërve arab dhe palestinez. Ndiheje ndel jehone atyre fjalimeve, apo gjithçka ishte normalizuar më parë? Zoti Babaramo, bota ndryshon. Kështu ndryshojnë edhe ato përfaqësimet e shteteve, se kjo është dialektika e zhvillimit botëror. Po duhet të them diçka, me që nuk mora pjesën e parë, që jam dakord me shpjegimin e Zotit Krisafi, që mendoj që lufta që ka filluar është një luftë më tepër produkti një presioni për të arritur një marrëveshje. Vile sot shtypi amerikan, analistat më të shquar thoshin që nuk arritur akoma, do më thënë, mendimi se çfarë duhet lëshojnë dhe çfarë duhet pranojnë në bisedat e ardhshme me amerikanët. Pra, ajo që shpjegoi Krisafi, që ka marrë një goditje tepër të fortë, që nuk e mundëson dot Iranin që të përballojë jo vetëm presionin e Izraelit, por të pranojë edhe një presion tashmë që është më shumë se lindja e mesme. Janë interesat të tilla. Kjo është e para. E dyta, duhet bëj një shpjegim që bota ka hyrë drejt një sistemi multipolar të fuqive të mëdha dhe ndarjes së zonave të tyre të influencës. Dhe po të shikosh që zgjidhja që ka ardhur në lindjen e mesme nuk ka qenë një zgjidhje momentale ose një kapriço i Izraelit për të sulmuar Iranin. Por kemi për shembull disa element duke filluar që nga dita e sotme që gazetari dhe miku jon në studio e shpjegoi mirë takimin e G7-s. Kryefjala e presidentit Trump ishte në një farë mënyrë dënimin që i bëri G7-s në kohën e Obamës që përjashtoi Rusin. Nga ana tjetër, në gjithë bisedat telefonike që ka zhvilluar për negocimin e konfliktit në Ukrainë, ka përmendur, po t'i mbani mend, çështjen e Iranit. Nuk ishte rastësi, ishte pjesë të diskutimeve midis fuqive të mëdha për të përcaktuar edhe ato zona influencas të tyre. Po të mbani mend, në takimin e parë telefonik, foli për stabilitetin dhe çështjen e një armpushimit të ashtu quajtur në detin e Zi, në të njëjtën kohë duke rënë dakord me Rusin në lidhje me Iranin. Edhe në takimin e dytë e përmendi Iranin si pjesë të diskutimeve me Rusin. Duhet të themi që kryenegociatori amerikan është si kryenegociator për konfliktin me Iranin, ashtu dhe kryenegociator me konfliktin për Rusin. Zoti Nesho, një ndërhyrje, si shpjegoni ju deklaratën e ministrit jashtëm të Iranit se Izraeli na ka sulmuar për të sabotuar marrëveshjen që po arrini me Shtetet e Bashkuara? Po, do ta them edhe atë. Prandaj, mendoj që do të shkojë drejt, do të jetë një konflikt i shkurt. Ajo që po negociohet tani është po kërkon kohë se çfarë do të humbasi dhe si do të jetë çështja e mbajtjes së regjimit, sepse në një farë mënyre ky ishte kali betejës të vetë regjimit që është instaluar në Teheran. Në qoftë se ata humbasin pa kushte, domethënë ndaj një presioni amerikan, dihet që ky regjim nuk justifikon më mbajtjen e vetes tij. Prandaj, vazhdimi për inerci i konfliktit është blerja e kohës për të arritur, për të negociuar jo në kushtet e një shpartallimi të plot. Kjo është e para. E dyta, për të ruajtur faqen edhe ekzistencën e regjimit, i cili mund të ketë konsekuenca brenda vendit dhe zhvillimeve politike, disidencës, mënyrën se si ata veprojnë, dhe në këtë mënyrë
mendoj që konflikti do t'jetë i shkurtër. Së treti, dhe ajo e fundit që duhet të them zoti Babarama, është që jemi në një periudhë që nuk mund të barazohet agresioni, sepse edhe në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, gjithë fuqitë kryesore në Këshillin e Sigurimit nuk e akuzuan ashtu si akuzuan Rusin për agresion ndaj Ukrainës. Përkundrazi, gjithë përfaqësuesët e Perëndimit i kërkuan Iranit të rikthehet në tryezën e diplomatike. Dhe së fundi që është më e rëndësishme është që vendet, pavarësisht nga konjunkturat e tyre politike, ruajnë interesat e vendeve të tyre, ku përfshihet edhe Egjipti, që është një fuqi tepër e rëndësishme për balancat në lindjen e mesme dhe nuk është në xhepin e asnjërit. Mund të themi që edhe amerikanët bëjnë lojën e tyre dhe që historikisht çdo president amerikan vërtet ka mbrojtur dhe ka ndihmuar Izraelin, por gjithmonë në funksion të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj mendoj që konflikti, domethënë, do të mbyllet shpejt dhe po pikërisht tu qëndrojmë. Ju thatë konflikti do mbyllet shpejt me një marrëveshje dhe përdorët dhe një term tjetër që thatë kërkojnë të blejnë kohë. Tani, ai që mund të shesi kohë është Netanyahu. Mirë, por shitja e kohës mos është vetë vrasje në qoftë se bën një tjetër marrëveshje, sepse janë bërë marrëveshje pafundësisht me ndërmjetësimin e OKB-s, ndërmjetësimin e amerikanëve, të rusëve, të kinezëve. Dhe Irani ndërkohë ka vazhduar të pasuroj uraniumin dhe është fare afër. Është fare afër prodhimit të bombës bërthamore. Dhe në këtë moment do ishte vetë vrasëse për Izraelin, në qoftë se do të pranonte një marrëveshje, në qoftë se do nuk binte ai regjim që këmbëngul në prodhimin e bombës atomike. Shiko, ndryshimi i regjimit, i cili është një pasojë e gjithë kësaj zhvillimit të këtij konflikti, dhe dihet që Netanyahu dhe interesat e tij janë për të ndryshuar këtë regjimin, dhe ky në fakt bëjmë një parantezë këtu që është një nonsens. Një regjim mullash në shekullin e 21 nuk është i pranueshëm, ndoshta mund të jetë pragmatikisht i pranueshëm edhe nga vendet autokratike lindore, sepse kanë interesat ekonomike, energjetike, bashkëpunimin si ka Rusia për të marrë dron dhe ndihmë ushtarake nga Irani, por është diçka e papranueshme. E dyta është një regjim i cili eksporton terrorizëm. Shiko, është i njëjti regjim i krahasuar me regjimin e komunizmit ekstrem të Koresë Veriut. Këta dalin jashtë kontrollave të tyre. Një regjim që eksporton terrorizëm si regjimi i mullave të Teheranit mund të eksportojë nëse bën të mundur realizimin e armëve bërthamore duke e përdorur për presione ose për prishjet e ekuilibrave në çdo rajon gjeografik të botës. Prandaj asnjëri nuk është i interesuar. Prandaj edhe vendet arabe kanë qenë kundër, bile po të mbani mend disa vite më përpara mbreti i Arabisë Saudite tha pritja një kokën gjarprit, pavarësisht se konjunkturat e fundit kanë ndryshuar. E kishte fjalën për regjimin e teokratik të Iranit. Po. Domethënë, në këtë kuptim këtu ka një konsensus shumë më të gjerë dhe duke vazhduar me këto ideja e luftave fetare ose të ngritjes së popullit duke u qenë Irani viktim, këto janë të tejkaluara e para, sepse populli i lindjes mesme, vendet arabe, kanë patur të pamundur të heqin dhe regjimet e tyre, të cilat janë regjime, duhet ta themi, feudaleske, pavarësisht se në shumë raste bashkëpunojnë edhe me Perëndimin për konjunkturat e momentit, aq më tepër e kanë të pamundur që një luftë fetare në këtë situatë gjeopolitike, domethënë të mund të ketë rezultat. Ka ndodhur më përpara nga nacionalizmi arab, i cili e ka devijuar dhe ka prishur ato që u diskutuan edhe aty, idenë
e krijimit të shtetit palestinez, për interesat e tyre, për projekcionet që kishin gjatë luftës së ftohtë me Bashkimin Sovjetik edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por çështja e një betejë ndaj një rreziku potencial për ekzistencën e botës, krijimin e armëve bërtamore ndaj një regjim i pakontrolluar, kjo është diçka tjetër. Dhe duke përfunduar që të mund të them me që e nisa me kuriozitete, unë e kam takuar vetë Netanyahun, ka qenë në periudhën e 97 zoti Babaramo, ka qenë një fjalim në Kombet e Bashkuara dhe ishte zakon që kur mbaronte fjalimin kryetari i shtetit, delegacionet vinin e uronin për fjalimin e tyre. Ishte një periudhë që akoma Netanyahu ishte tepër i avancuar në politikat e tija, shumë kritik nga shumica e vendeve, kështu që ndodhen që vetëm 3 delegacione të vinin të jepnin dorën, midis tyre amerikani, ne edhe një vend tjetër që nuk e mbaj mend në këtë moment. Si shpjegoni këtë fakt donë që qeveria komuniste shqiptare që tek e fundit ishte qeveria e Shqipërisë e njohu Palestinën, ndërkohë që autoriteti palestinez nuk e njeh Kosovën, madje ambasadori i saj në Beograd, edhe kur nuk e pyesin, thot Kosovo i Serbia, edhe kur nuk e pyesin. Po, kjo është e vërtet, edhe kjo varet shumë nga politika, sidomos e regjimit zotit Rama, i cili bëri këto koncesione, ka qenë i pari që u lidh me lidhjen islamike në influencën e Erdoganit, që bëri atë njohje spektakolare të Palestinës, pa kërkuar asnjë gjë. Kjo është e dyta. Po, njojti Palestinën edhe Selinë e Shenjtë, simbolet e tyre të ishin në OKB. Nuk e mbani mend juve, ka qenë rezoluta e parë që u kundërshtua nga shumë vendet të tjera dhe ishte në influencën dhe rezolutën që paraqiti vendet islamike. Në 2021 bëtë. Kjo ishte e parë. Kështu që në këtë kuptimën nuk është kërkuar asnjë gjë, përkundrazi, Rama ka qenë indiferent, do më thënë, edhe në ato politika që ka afruar qeveria e Ramës duke bashkëpunuar dhe ndihmuar atë lidhjen islamike dhe çështjen palestineze, nuk ka... Fatau është lidhje komuniste, nuk është lidhje islamike, Fatau. Fatau njihet si autoriteti që qeveris Palestinën në letër, sepse nuk kemi Palestinë e cila mund qeveriset në terren. Hamasi është islamike. Ky është ndryshimi midis Fataut, që është bathizmi, është nacionalizmi i trashëguar nga Xhemal Abdul Nasser. Jo, për korrigjim. Partitë politike. Po pra, Fatau është ka qenë pjesë e PLO-s. Mund të drejtojnë kur flasin për Palestinë. Jo, Fatau janë komunistë. Po mirë, komunistët komunistë ateist, po të themi, bath. Janë segment i zgjatur i asaj periudhës Xhemal Abdul Nasserit me atë nacionalizmin arab, nuk janë islamistë. Islamist është Hamasi, janë pjesa që qeveris Gazë. Shiko, islamist terrorist, ka dhe islamist... Kur flasim për shtetin, nuk flasim kush i përfaqëson ata, mund të jenë edhe islamist komunist, islamist terrorist. Nuk ka islamist komunist, janë dy dogma që refuzon njëra tjetrën nëse. Okej. Babaramo, që ta mbyllun dhe pasaj të bëjmë atë shpegimet e partive politike, se po flasim për një nivel tjetër, nuk po flasim për ideologji, të ndryshuar ata. Jo, po e ke gabim se nuk po flisim, kur flasim për Palestinën, flisim si një shtet palestinez, jo kush e drejton, se edhe Shqipërinë e kanë drejtuar komunistët, sot demokratët, nuk po flasim po flasim për diçka tjetër. Jo më shqetësuese është kjo ekstremiteti që arrin diplomacia shqiptare nga një shtet që është e gabuar super ultra pro-palestinez në një shtet super ultra izraelit. Po ndoshta interesat e shqiptarëve janë në Izraelin. Krijon avari në mendimin politik kombëtar. Si të një pyetje që i bëra zotit Nesho. Si e shpjegon ti don? Qeveria shqiptare është nga të parat. Po. Don gjysmë shekulli më parë e njohu qeverinë. Po. E njohu shtetin e Palestinës. Në kuadër të ndërkohë që internit pra. Palestina
Po mirë, në kuadër të kujdon, të kominterne, të internacionale, socialiste, të partive demokristjane. Tani, Palestina përse nuk njeh pavarësinë e Kosovës? Aty ndarje, pra, që që ndodh tani, të shpjegova. Dhe përse shqiptarët mos jenë me drejt në tyre do të mbrojnë Izraelin? Fatau është segment i ideologjisë e Xhemal Abdul Nasrit, pan-arabizmin, nacionalizmit arab që ka lidhje me socializmin. Dhe si kjo trashëgimni mori edhe Yasser Arafati. Yasser Arafati përveç se ishte i lidhur me Enver Hoxhën, ishte i lidhur edhe me Titon, duke qenë një parti nostalgjike ndaj jugoslavistë asaj koshme, dhe përfaqësuesit diplomatik janë nga kjo parti, të cilët flasin dhe broçkull atje në Beograd. Nga ana tjetër, po të shohësh rendin e islamistëve të përmenda Muhamet Mursin. Muhamet Mursi sa erdhi ishte njeriu i parë që njohu Kosovën në Egjipt, sepse Mubaraku nuk e njifte. E njohu ky zotëria, Muhamet Mursi e njohu. Pra ka një disbalancë, qofse do flasim për majt me djathtë, islamistët, krau Hamasit janë e djathtë, apo ta marrim kontekstin ton që e konceptojnë gjithçka me të majtën e djathtë, ndërsa ana majt është Fatau. Dhe besoj se Zoti Nesho e njeh më të mirë këtë pjesën e komunizmit, sepse ka qenë pjesë edhe në nomenklaturave të asaj kohe dhe e kupton më qartë, prandaj po mundosha ta shpjegojmë. Ja shumë çikërima këtë pjesa e Fataut dhe se ndihmon gjë domethënë. Po shpjegoj jo, nuk thash gjë, e shpjegova thjesht. Fizikant ka qenë Zoti Nesho në atë periudhë. Jo, e kupton më mirë. Nuk e ka njohur Zoti Nesho don autoritetin palestinez. E kupton më mirë çfarë po them. Inxhinier është. Po. Jo, shumë mirë, po dua të them Babarama ka dhënë gjë, nuk është çështja ideologjike edhe nostalgjia për çështjen e komunizmit, bë gabim. Ajo që respektoj... Po pra se ka qenë në blokun e komunizmit, ka qenë në blokun lindor. Dëgjoj, ishte çështja që Jugoslavia bashkë me Egjiptin drejtonin lëvizjen e paangazhuar dhe ata kërkonin bashkë me Indinë dhe Indonezinë. Qartë. Mos i shpjegon në mënyrë provinciale të gjitha gjërat. Jo, mos është fare provinciale kjo pjesë, është kaq e qartë. Jo, shumë e qartë. I ke vetëm duke lexuar ca gjëra. Jo, se nuk i kam fare duke lexuar, se nise. Po, i di mirë shumë. Mirë. Prandaj i dini ju më mirë nise. Okej, te kalojmë, te kalojmë. Po, përfundoj. Po. Jo, e kupton, do me thënë ishin interesat. Prandaj mban gjithmonë shikoi roli Jugosllavisë si një fuqia që drejtonte të paangazhuarit. Janë lëvizje të cilat edhe në Kombet e Bashkuara, ku ishte qëllimi kryesor i njohjes Palestinës me grupin G77, që ishte në vazhdimi i grupit paangazhuar në forma tjera që ishin grupe e presioni për të bërë të mundur pranimin e shtetit palestinez. Kthehemi tani tek fundjava e fundit. Ka marrëveshje, bie Netanyahu apo bie Khomeini? Netanyahu nuk bie, kjo është e sigurt. Ai ishte gati duke rënë. Nuk ishte gati duke rënë, po është që më ndëllikuara pjesa e Izraelit. Po, edhe partia që kishte në koalicion, po i dilte nga koalicioni. Ka dy opsione, mendoj në këtë pikë. E para është nëse regjimin e Iran nuk bie, Irani do ketë, nëse ulet, le themi nesër në tavolinë e bisedimeve, dokumenti që do i vendosë përpara do jetë kapitullim. Sanksione. Sepse pasi ke marrë një dërmim, si thua, në 3 ditë, nuk ke çfarë negocion më në këtë pikë. Dhe dokumenti do jetë, programi bërthamor do çmontohet tërësisht, ai që ka ngelur, që është ajo Fordout. E dyta, me shumë mundësi, një pjesë të madhe të raketave balistike dhe programit balistike dhe ky do të çmontohet. Dhe në kuptim bë me Libin në vitet e fundit të regjimit. Në kuptim të kësaj, e vetma gjë që mund mbaj regjimi është të qëndrojë në pushtet. Opsioni i dytë është që regjimi bie. Dhe regjimi ka filluar të ketë shenja që bie. Sepse ka shumë burime në burime të ndryshme, se thua, që tregojnë që regjimi për momentin në Iran po mendon më shumë se si të ikin në Rusi, se si të kundërpërgjigjen ndaj Izraelit. Dhe unë kam përshtypjen që si për izraelitët, si për amerikanët, të dy opsionet në rregull janë, sepse po ulën tavolinë ata pasi i kerahur, se thua, sigurisht do kapitullojnë. Por në rastin më të mirë të mundshëm do ishte rënia e regjimit në këtë pikë dhe mund të ndryshonte gjithë panoramën e lindjes mesme. Pra ky është momenti i artë. Unë mbaj mend para në shtator të vitit kaluar, kur bëri goditjen e dytë Izraelit ndaj Iranit, Naftali Bennett, ka qenë kryeminist i Izraelit, doli dhe bëri konferencë dhe tha që ky është momenti i artë për të hequr qafe një herë mirë kërcënimin e Iranit. Dhe ky është këndvështrimi, kam përshtypjen që ka Izraeli, por ka në thelb edhe Donald Trump. Dhe ai në deklaratë sot tha që
Ndonjëherë tha duhet të luftojnë çik me njëri tjetrin, tha, me idenë që dikush do fitojë në fund, sepse në këtë mënyrë mund të diktosh kushtet. Dhe unë kam përshtypjen që gjithë paniku në gjithë situatë ishte sepse nuk e mendonte njëri që Izraeli do shpartallonte Iranin në 3 ditë. Pra supozoj që Irani do bënte një rezistencë. Do ishim deri diku në një nivel të barabartë. Në momentin që ishin të barabartë, sigurisht që mund të ishin tavolinë, negocionin përsëri negociatat që po bënin me amerikanët. Por në momentin që ti je shpartalluar, tashmë negociata nuk ka më në kuptimin. Ti ulesh tavolinë, thonë që kjo është marrëveshja, o merre o lere. Nëse e lë, nuk e pranon, ta dish që do vazhdoj sulmi dhe regjimi do bjerë. Unë jam i idenë më shumë që regjimi ka për të rënë. Pra shumë e vështirë që të qëndrojnë në këmbë një regjim. Kemi parasysh që është një komb i madh dhe një komb nuk është, janë shumë ndryshe nga arabët. Janë pasuesit e perandorisë perse. Mënyra si po e bën Izraeli dhe amerikanët në thelb, po goditën ndoshta kjo sulm mos i ka bërë solidar të gjithë. Nuk e mendoj këtë gjë, sepse para në Iran ka pas shumë protesta më parë për shumë gjëra të ndryshme dhe protesta në nivel shumë të lartë. E dyta, Mossadi ka kohë që vepron lirshëm në Iran. Dhe fakti që Mossadi vepron lirshëm në Iran do thotë një pjesë e madhe e popullsisë të Iranit janë të gatshëm të bashkëpunojnë me armikun pikërisht për të rrëzuar regjimin. Është e konfirmuar kjo donë? Që Mossadi don ka terren? Mossadi ka bërë disa... Ka marrë 8 muaj në përgatitje dhe pjesa dërmuese e tij është bërë nga brenda Iranit. Pra ka bërë disa droneve me lëshim operacione ka bërë disa operacione që nuk i bën kaq lehtë nëse nuk se dronet janë dërtuar brenda dhe janë lëshuar brenda nga Irani. Është kontrabandosh në atë distancë nga njëri tjetër. E dyta, vrasja e zinxhirit komandues të ushtrisë me një precizion aq të madh bëhet vetëm nëse ti ke njerëz në terren që e dinë se me një informacion të dorës parë. Lëvizje, unë kam përshtypjen mos gaboj, nuk kujtohet fiks kush është në çfarë hierarkie ka pasur, me Bjermin Kani. Ismail Kani drejtuesi i brigadës Quds. Ismail Kani nuk e kanë gjetur ende. As trupi nuk kanë gjetur, as Ismaili nëse është gjallë. Dhe ka shumë diskutime në Izrael që me shumë mundësi ka qenë spioni numër 1 i Mossadit në brenda Iranit. Sepse nëse në moment që nuk gjendet trupi, thua dyshime janë të mëdha. Supozohet që është vrarë ditën e parë, por nuk është gjetur as trupi, thash, as Ismaili nëse është gjallë. Pra, niveli i penetrimit, supozohet ka qenë jashtëzakonisht shumë i madh, sepse ky lloj aksioni nuk bëhet, të thuash, nëse nuk ke penetrim. Shumë u vra Ismail Haniyeh, kreu Hamasit në kishte një kompleksit të vetë gardë republikane. Imagjino që nga Hamasi u kanë dashur rreth të 10 vite që të vritet Yahya Sinwar. Domethënë është organizat më izoluar dhe ka një rrjet kundër spionazhi më të fortë se Irani. Irani është shtet prej 90 milion banorësh dhe imagjino që nuk gjeti dot trupin e presidentit Ebrahim Raisi gjatë rrëzimit të helikopterit apo ministrit jashtëm Abdullahian dhe nuk kishin mjete për të kontrolluar në ato zona ku kishte rënë. Dhe aty e pash domethënë ata avarinë që po kalonte regjimi iranian që nuk ishin mundësi dhe nuk ishin strukturë ushtarake për të kërkuar për trupin e presidentit tyre. Dhe rrëzimi dhe vrasja apo aksidenti i Ibrahim Raisit solli këto avari, sepse ishte njeri me personalitet më të fortë se sa që mund të jetë Pezeshkiani, që është tashmë presidenti i Iranit. Që ka disa pjesë të moderuara të këtij regjimit, siç është Pezeshkiani. Pezeshkiani, presidenti, të cilët mund të vinë në pushtet pa moderuar. Nuk vjen nga pjesa religioze. Me Ayatollah, nuk vjen nga pjesa e mullave, por vjen nga pjesë paksa më moderuar dhe kjo ishte një zgjedhje. Ahmedinejadi quhej i moderuar, po që ai që thoshte. Po çfarë tha Ahmedinejadi? Tha ta fshim Izraelin nga harta, po. Ahmedinejadi tha dhe diçka tjetër. Më përpara merrte vesh Izraeli se çfarë veprimi do kryenim ne, se sa e merrte vesh kabineti. Do thotë Ahmedinejadi tregonte qartë për një rrjet të sofistikuar spionazhit Mossadit në Iran. Dhe këto fjalë janë mos e të vërtetueshme tashmë. Kemi Ismail Kani, nuk i gjet trupi, nuk dihet ku është. Dhe mund të ketë direkt personi i cili ka ngritur këtë rrjet spionazhi, është paguar nga domethënë agent Mossadit dhe kanë konkluduar në vrasjen e Mossadi don për ata që nuk e dinë është shërbimi i fshehtë. Shërbimi jashtë. Shërbimi i fshehtë i Izraelit. Arlin. Ka dhe një argument tjetër, për vazhduar pak logjikën e Ledionit. Ka shumë analistë që thonë që retorika dhe gjithë propaganda e regjimit në Iran ka rënë. Dhe marrim një shembull thjesht, janë shifrat, që nga e premtja. E gërsia me të cilën premtoi se do të përgjigje Irani,
ishte tek numri i raketave që u përdorën. Pra ishin 150 deri në 350, kjo është vështirë konfirmueshme, po gjithsesi rreth këtyre shifrave. Ma deri më sot kemi 24 izraelit që kanë humbur jetën. Pra, raporti... Sa iranian mbi 200, do në 110. 230, pakën sipas shifrave. 110. Shojmë që ka ndodhur me llogaritë dhe dëmin infrastrukturë. Se dëmin infrastrukturë në Izrael, përveç në Haifa, rafineria e naftës, nuk është goditur asgjë tjetër strategjike. Në Iran praktikisht është goditur çdo gjë strategjike. Është goditur Instituti i Shkencave në suport të ushtrisë. Instituti është institut. Jo, pra, me sistemin e tij të mbrojtjes, Izraeli ka dalë me retorikën e tij. Pra, është mbrojtur. Ka 5 shtresa të nivelit të mbrojtjes antiraket. Netanyahu sot ka thënë që nuk ka rëndësi sa raketa disponon Irani, ka rëndësi sa raket hedhës ka. Ndaj dhe sistemin e hedhjes raketave. Ndaj dhe ushtria e tyre po është kanalizuar në këtë gjë. Pra krahas sulmeve në Natanz dhe në qendrën tjetër siti nuklear, ka goditur bazat ushtarake ku këta kanë raketa hedhëse. Cila ka qenë qasja e vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit? Do se kanë qenë gjithnjë të ndara. Rusia me Kinën mbështesin Iranin, ndërkohë 3 të tjera të perëndimit, SBA, Francë, Britania e Madhe. Në deklarata kanë qenë ujëra të qeta, pra deri diku asnjëse. Do të lëm gjithë lumen të rjedhin. Më shpesht në dalje. Nëpërmjet po patjetër. Rusia ka një kryesor që furnizon me naftë ka Kinën. Kështu që ka dhe marrje në armatime, ka një marrëdhënie shumë të fortë në këtë kontekst. Ka qenë më shpesht në dalje Ministria e Jashtme kineze në deklarata, megjithatë në ujëra të qeta kanë qenë në tonet e qeta dhe deklaratat që kanë thënë, mbetet për të parë pastaj Rusia ka një realizohet skenari që Ali Khamenei të shkojë në Moskë. Se besoj se do mbaj edhe Asadin edhe Khamenein aty. Ka territor Rusia në diktatorësh pasaj. Jo, se gjithë këta donë krerët e vendeve të lindjes aty në vitet 30 aty kishin strehën. Po. Që nga Zhivkovi, që nga Tito, që aty kishin strehën në vitet 30. Atë evidentojmë pak dhe përplasjen e kohëve të fundit që Franca ka me Izraelin. Pra Macroni kishte përgatitur që së bashku me Arabin të mbanin Kombet e Bashkuara njohjen e Palestinës. Pra, ka qenë një përplasje edhe sot në një panajir të produkteve të kompanive ajrore, stenda në dhe u hoqën produktet e sulmit, produktet e armatimit sulmues. Pra, produktet izraelite, stenda e tyre nga ky panajir u largua sot, ka pasur një deklarat që dënonte këtë veprim për organizatorët, por i atribuoi shtetit francez. Pra, ka një marrëdhënie të tensionuar me Francën në kohët e fundit dhe shumë analistë shohin se ka dhe një frym brenda bllokut të Bashkimit Evropian që me situatën dhe kontekstin e Gazës, pra Netanyahu ka pasur pikën morale në tokë, ndoshta me minus në sistem pikësh. Dhe kjo ndoshta po i shërben që të dalë në plan të dytë lufta në Gazë dhe është një produkt në favor të tij. Pra me marrjen e vëmendjes nga lufta në Iran. Jesi, ende kërkohet nga gjykata ndërkombëtare penale Hagës për krime lufte. Po, i debatueshëm shumë ai sepse der praktikën nuk se ka. Ai sa kërkohet Putini, ai do kërkohet pastaj Orbani e pranoi, nuk është se ai do kërkohet, nuk ka vlerë praktikë. Ka pasur një edhe një jo vetëm kjo. Aty u vërsul dhe shtetë Amerika. Arlin, nuk është vetëm kjo që the ti sapo donë që ka pasur donë disa qëndrime të ndryshme. Shpalli sankcionoi 2 ministrat qeverisë në Netanyahu. Mes Izraelit edhe Francës, po ndërkohë kemi edhe një qëndrim të ndryshëm mes Francës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Trumpi treguai gatshëm donë që të lejonte negocimin me Putinit. Donë të ishte negociator mes Iranit dhe Izraelit. Ndërkohë Macroni ishte kundër, nuk mundet të jetë negociator paqe një njeri që po kryen masakra në Ukrainë. Po këto e në kuadrin e fërkimeve që kanë patur pothuajse gjatë gjithë kohës. Pra, Trumpi ka dhënë ide që nuk janë pëlqyer shpesh në Bashkimin Evropian. Morale. Trumpi është shef strategjike, sepse thot me shkollë që programi bërthamor iranian i mas të madhe e mbështesin rusët. Pra është uranumi i tyre aty që ata mund ta marrin. E thotë që ky që e ka dhënë edhe mund të marrin fund. Në fakt është racional në logjika e tij është shumë strategjike në këtë pikë. Ajatollahët erdhën në pushtet edhe me ndihmën e Francës. Kohën e presidentit Giscard d'Estaing. Unë tregoj një Komeni ishte i strehuar në Paris, ju kryuaj infrastruktura që të kryen dhe aktivitetin e ti dhe
ju vë dhe avionin dispozicion që të vinde në Teheran. Shah Reza Pahlavi kishte mbështetje britanikëve në kuadër të lëvizjeve strategjike të Francës midis dhe Britanisë madhe, ndodhi ai rrëzimi i Tregjet mund t'i shpjegoj zonja Guxholli don, si kanë funksionuar, si kanë lëvizur historia e dominimit të tregjeve, kush kontrollon naftën aty. Janë shumë të ndjeshëm dhe ndonjëherë bile dhe paraprin, mjafton një thashë them ose një diçka e vogël dhe tregjet reagojnë me njëherë. Por tregjet... Jo, kjo do në është dhe luft tregjesh apo jo, ky konflikt. Ti thua tregjesh të naftës, jo tregjet financiar. Kush e kontrollon? Edhe tregjet financiar kanë lëvizur, bile dhe në Tel Aviv kanë rënë, por nuk është ndonjë rënje e madhe, ata gjithmonë bien, ngrien, kishte rënje para ca kohësh, e kanë marrë prapë veten dhe janë në ngritje. Ndërsa për sa i përket tregut të naftës, është e vërtetë edhe të gazit, që ka një rol këtu, sepse ka një sasi të konsiderueshme që prodhon, por prapë nuk është vendimtare ajsa të trondisi ekuilibrat midis shteteve. Interes shumë të madh ka Kina, e cila furnizohet dhe i prish punë në çmimet e ulta që ajo ka në mallra, por gjithsesi në ekonominë ndikojnë shumë dhe qeveritë e çdo vendi dhe bankat përkatëse, bankat qendrore, të cilat me politikat, me instrumentet e tyre financiar arrin të rregullojnë dhe të balancojnë tregusit. Kështu që ajo që mund të vijë nga lëvizja e këtyre kërkesë ofertës për nafta apo për gaz dhe stepja e investitorëve, ajo mund të rregullohet nga banka qendrore, pra me ndërhyrje nëpërmjet ndryshimit të normës së interesit. Dhe bile po lexoja për shembull dhe ka kudo në Angli, në të gjitha shtetet është ndier. Dhe në Angli, domethënë thoshte ka midis mundësisë dhe probabilitetit janë dy gjëra ndryshme. Pra të reagoj të hyj me mekanizmin e rritjes së borxhit, pra ku do gjesh parat që të mbështesësh ekonominë apo të çmimet e larta të gjitha artikujve që shkojnë në zinxhir inflacionin, pra të rregullosh dhe kontrollosh inflacionin që ai të mos të kaloj nivelin që parashikojnë bankat qendrore dhe që stabilizojnë ekonominë. Ose taksat. Politika tjetër është rritja e taksave, që ato e dim të gjithë që efekti ka kudo. Si e shpjegon faktin donë që përveç në një retorike të izoluar, gjithë vendet e tjera të gjirit donë janë neutrale në rastin më të mirë për Iranin? Ta dha shpjegimin, kanë krijuar një lloj vasaliteti ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, mos harrojnë vizitën që pati edhe presidenti Trump ku mori 3... Po përse donë mos jenë vasal të Rusisë, si që kanë qenë dikur, ose të Kinës, po krijohen tani. Nuk ka qenë kur vasale e Rusisë. Sepse ka patur një farë afrimiteti me... Po Egjipti dhe Siria po? Egjipti dhe Siria po, edhe Mubaraku ka pas në Egjipt disa marrëdhënie me Ish-Bashkimin Sovjetik, por edhe me Rusinë më pas, por me ardhjen e Sisit, jo se si ka këto marrëdhënie Egjipti. Nga ana tjetër kemi Sirinë që u ndryshuan edhe i herë rendi i politik në Siri, ra Asadi erdhi Muhammed bin Xholani, që më përpara ka qenë një terrorist nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, tashmë është kthyer në një njeri dhe një politikan të dashur për Donald Trumpin, prandaj që edhe ky çështja e shpalljes terrorist është çështje relative në varësi të interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ka raportet pa konfirmuar që po ofron dhe hapësirën ajrore Siria. Nuk janë akoma të konfirmuar. Nuk është e konfirmuar, është folur, po e ofron që të goditet Irani. Në fakt këto avion gjithë Siria nga fluturojnë më. Nga Siria. Nuk ka njete për t'i rrëzuar këto. Sepse Siria nuk ka që po ndërtonin bazat, turqit ofruan që ndërtonin bazat se 400 në Siri. Dhe gjatë gjithë kohës, qoftë në Quneitra, qoftë në Homs, ku ishin bazat kryesore, qoftë më pas në Alepo, u bombarduan nga F-35-at izraelit. Dhe kjo më pas solli këtë lëvizjen e lehtë të avionëve F-35 dhe F-16 drejt Irak. Po i mbi Irak, aty doon shumica që ministri mbrojtjes është proksi i Iranit. Por nuk funksionojnë me S-300, që janë, domethënë, janë sisteme kundërajror të dalë jashtë mode, janë demoder. Janë si centralet Aloded. Nuk kanë kapacitete, nuk kanë kapacitete. Siç ndërtonin në bandierët në kohën e Enver Hoxhës me një, domethënë me një kunj lart që kur bie avioni të rrezohet mbi atë kunjin. Kjo është një avantazh edhe F-35-s, që ka shumë të shpëtoj sistemeve kundërajrore. Ndërsa po të kishte S-400, çështja ndryshonte. Tabloja do ishte komplet tjetër, nëse do funksiononte sistemi rus S-400, qoftë Siri, qoftë në Irak, qoftë. Edhe ai nuk është provuar dhe aq në terren. Nuk është provuar, por gjithsesi mund të kishte më tepër eficiencë. Duhet të them që
vizita e Donald Trump tregoi qartë që arabët, qoftë arabët e gjerë, Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilët financojnë grupe terroriste qoftë në Sudan dhe qoftë në Libi, siç është generali Haftar, por edhe bandat ndryshme në Sudan dhe Somali, janë treguar të gatshëm të bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se për regjimet e i gjirit, armiku kryesor nuk është Izraeli, në konceptin e regjimeve, elitave po flasim, por është Irani. Sepse Irani me përmbysjen e Shah Reza Pahlavid në 79 premtoi që neve do ta përhapim revolucionin islamik në të gjithë botën arabe. Pra kërkonte një implementim dhe rrëzimin e mbretërive, monarkive, të Saudëve, të Katarit, të Emirateve Bashkuara Arabe, të Jordanisë, dhe në këtë aspekt ndihen të kërcënuar nga eksporti që Irani kërkon të bëjë ideologjisë pan-islamizmit revolucionar. Dhe në këtë aspekt e kanë të pamundur që të bashkëpunojnë me këtë shizmin politik që ofron Irani. Por mos thonë që pastaj janë edhe infiltrime tjera fetare që këta janë një pjesë suni, por të rritit vehabi që është një ritëm në nivele ekstreme të sunizmit, nga ana tjetër ato janë shiite rafidi, domethënë që janë besojnë në 12 imame dhe kanë edhe konotacionet përplasjes së mendësive fetare. Krisafi, a ekziston rreziku që fuqitë më të mëdha globale, duke mbrojtur secilën palë, që është në konflikt në terren, mundet të përfshihen në një konflikt? Mendoj që kjo mundësia është afër zeros. Dhe ka një arsye, thash më parë që Rusia ka një kleçk në lidhje me Iranin. Po, Rusia në thelb nuk e dëshironte një Iran me armë bërthamore. E dëshironte me organ bërthamor, civil, po ja me armë bërthamore. Sepse një Iran me armë bërthamore... Përse, ndërkohë Kina e donte dhe e mbështeti Korenë e Veriut që të bënte armën bërthamore. Se Kina ka një kontekst tjetër, sepse ka në kufi në atë rast dhe i shërben si një lloj buroje. Por një Iran me armë bërthamore nuk do ishte më kaq i varur nga Rusia. Pra Rusisë intereson që të jetë i varur Iran. Krijonte pol-Iran. Krijonte një lloj varësie nga kjo. Tjetra është arsyeja e dytë që nëse ajo që thamë në fillim, nëse Irani merr armë bërthamore, Arabia Saudite, Emiratet Bashkuara, Turqia, Egjipti, të gjithë merrin armë bërthamore. Dhe imagjohesh një konflikt që në jug të kufive të Rusisë, një rajon i cili bëhet bërthamor. Dhe është një rajon i cili ka njohur lufta të paktën nga 30-40 vitet e fundit dhe mund dalë gjithë nga kontrolli. Pra Rusisë nuk i interesonte në thelb të kishte një rajon në jug të kufive të vet që të bëjë bërthamor siç mund të bëjë lindja e mesme. Ajo që ka interesonte Rusisë në thelb është që të jetë ky regjim sigurisht në fuqi, mos bjerë ky regjim dhe të mos jetë pro-perëndimor, por programi bërthamor i tyre të ishte deri diku në hapat, le të themi, në kufit e civiles. Të mos shkonin tek armë bërthamore. Në telefonatat që Trump i bëri me Putinin, po të shkoj atë lajmërimi që bën dy palët, aty kishte një fjali që s'kishte lidhje fare me Ukrainën më shumë. Dhe fjalia ishte e njëjta në të dyja rastet. Thoshte të dyja palët eran dakord që Irani nuk do ketë armë bërthamore. Pra nëse Rusia do ishte kaq e fortë në mbështetje të Iranit, nuk kishte pse binte dakord kaq lehtë si thuash Irani nuk do kishte armë bërthamore. Ana tjetër është, kështu që Rusia nuk ka për ta ndihmuar në asnjë mënyrë Iranin në këtë pikë, dhe nuk ka përshtypjen në këtë pikë ndodhet Irani tani pas 3 ditësh, nuk ka asgjë që ndihmon. Pra çfarë do gjë të bëj Rusia nuk e ndihmon më të më. Shqetësim më të madh për momentin nga Kina, sigurisht, sepse është kënaqur me naftë. Ekonomikisht ndoshta është leverdi për Rusinë, sepse do të furnizojë edhe më tepër Kinën me naftë. Sigurisht, mund të dalin nga, po ka edhe diçka tjetër që nëse flasim për një aleancë anti-amerikane, anti-perëndimore në vitet e fundit, Irani, Korea e Veriut, Kina dhe Rusia, një pjesë e puzzle-it të thuash ikën në këtë moment. Pas mos nëse bie regjimi fare, një pjesë e puzzle-it iku, nga 4 ngelen 3. Dhe kjo mund ta dobësoj gjithë strukturën dal nga dal. Mund të jetë një lloj strategjie perëndimi për ta dobësuar strukturën dal nga dal në këtë pikë. Kina është më shqetësuar sigurisht sepse merr naftën e lirë nga Irani, ka filluar të shqetësohet që dje kur Izraeli filloi godiste rafineritë e naftës dhe ato të gazit lëngshëm në jug të Iranit, dhe unë mendoj që ky do jetë pika që mund ta arrëzojë regjimin. Pra nëse Izraeli vazhdon godet rafinerinë e naftës dhe sistemin e gazit, pra Pekini mund mbështesi dikë tjetër në Teheran që i garanton të njëjtin linjë furnizimit të karburantit. Për Pekinin nuk ka shumë rëndësi, pra për Pekinin nuk ka shumë rëndësi kush është në pushtet. Shten si Alpinit, s'ka rëndësi ngjyra e macës, mjafton dëgjuaj mirë. Irani të mos shkoj deri atje sa Izraeli të realizoj këtë objektiv, se po e goditi ekonomikisht,
këtu e thye në mes. Goditja e plotë e sistemit të naftës gaz, regjimi mbaroi. Pra, nëse goditet tërësisht regjimi mbaroi. Po i hyrin në infrastrukturën. 65% e buxhetit të Iranit vjen nga nafta dhe nga gazi. Iku nafta dhe gazi, mbaroi regjimi, kaq e kështu. Qartë. Iku ekonomia. Ambasador Nesho, konflikti do luftimet që zhvillojnë në lindjen e mesme, mes Iranit dhe Izraelit, a kanë ndikim, a janë si jenë komunikuse me atët në Ukrainë, mes Ukrainës dhe Rusisë? Në ç'kuptim e komunikuse? Në kuptimin ndonjë që një pjesë e armatimit që ishte destinuar për mbrojtjen ukrainase, tani është bllokuar për Ukrainën dhe po shkon për Izraelin. Kjo a ndikon në situatën në terren në Ukrainë? Në çfarë mase? Jo, për arsye se Izraeli e ka patur të vazhdueshme ndihmën amerikane. Izraeli nuk do të ishte në këto suksese ushtarake nëse nuk kishte të garantuar teknologjinë më të fundit amerikan. Nga ana tjetër, administrata Trump gjithmonë ka deklaruar që armatimi i jon ndaj Ukrainës nuk do të jetë si më përpara, por do të jetë në funksion të një zgjidhjes paqësore të konfliktit. Domethënë, ky është problematika kryesore që ka ndodhur midis Europës së Bashkuar, e cila e shikon konfliktin në Ukrainë si një konflikt primar, i cili mund të shkallëzohet në Europë, për arsye se Rusia kërkon ndarjen e zonave të influencës dhe ndryshimi i arkitekturës së sigurisë europiane me zonat e tyre. Prandaj, ajo që mund të ndryshojë në këto momente është ndihma, jo e paktë, që Irani ka dhënë me drone Rusisë në këtë konflikt, edhe si të tillë janë dy konflikte të ndryshme, por jam gjithmonë me idenë, zoti Babaramo, që këtu ka një ndarje të punës, këtu është fillimi ndoshta i rendit të ri botëror që fuqitë e mëdha, të cilat gjithmonë, sidomos Rusia, ka dashur që influencat në botë të ndahen midis tre superfuqive, Amerikës, Rusisë dhe Kinës, dhe mendoj që lindja e mesme do të jetë një nga eksperimentet e parë në këtë drejtim. Okej, të falenderoj. Në fakt, titulli i emisionit të sotëm ishte Lufta e fundit e Izraelit, sepse që nga krijimi i tij në vitin 47-48, ky komb, ky shtet i krijuar rishtas, ka kaluar nga lufta në luftë. Fillimisht ka qenë në luftë me vendet fqinje, me vendet arabe, si Egjiptin, Jordanin dhe Sirin, me të cilat bëri luftë, po bëri edhe paqe. Dhe kur mendoi se do të vendosej paqja në lindjen e mesme, u vendos në 79 regjimi i ajatollahëve, të cilët financuan një rrjet të tërë shtetesh dhe qeverish që ndërmerrin akte terroriste, akte sulmi kundër Izraelit, që kërkonin zhdukjen e tij, që kishin platformë jo vetëm ideologjike, po dhe të qëndësishme fshirjen e Izraelit nga harta. Dhe në qoftë se arrin të mposht këtë burim të konfliktit, që është qeveria, regjimi teokratik i ajatollahëve në Teheran, shumë vetë besojnë se paqja do vendoset, të paktën paqja në linjat e saj të përgjithshme. Ky ishte emisioni për sot, për këtë temë besoj do të flasim dhe në ditët në vazhdim, duke falënderuar 6 të ftuajtë e emisionit të sotëm, ju uroj të gjithëve natën e mirë.